Mbrëma dhe mirë se erdhët, nderuara zonja dhe zotrinj. Kasapana e mbrëmshme në aeroportin Ataturk të Stambollit ka ngjallur padyshim panik, frikë, por edhe një lloj kurajoje nga qytetarë të tjerë të botës, një pjesë e cilëve u vra dhe është plagosur nga sulme terroriste të mbrëmjes së djeshme, për të mposhtur frikën dhe për të vazhduar jetën pavarësisht kërcënimit të terrorizmit të ISIS apo kushdo fshihet pas këtij sulmi. Megjithatë, Turqia është një vend ku është parë shpesh si vend turistik, jo vetëm nga vendet të tjera pranë Turqisë, por edhe nga shqiptarët. Sa do të ndikojnë këto sulme në mënyrën se si do të zhvillohet turizmi atje, por në fakt emisioni sot ishte dedikuar temës së turizmit në Shqipëri. Çfarë po ndodh këtë vit? A përfituam ne nga rreziqet për sulme në Turqi për të pasur një turizëm edhe më të zhvilluar, edhe më për të thithur më shumë vizitorë në vendin tonë, apo jemi më mirë, më keq në krahasim me vitet e tjera? Prezantoj pa humbur kohë panelin dhe më pas do të fillojmë diskutimin. Ben Andoni, zëvendës kryedirektor i Java, faleminderit që je këtu. Zak Topuzi është kryetari i sektorit të hoteleve. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe Arbër Kadia, eksperti i trashëgimisë. Faleminderit që ndodhe gjithashtu këtu. Nuk e di, Ben, nëse fillimisht diçka për të thënë për sulmet e Stambollit, nuk mund t'i injorojmë dot, pavarësisht se do të flasim për turizmin që deri diku ka lidhje edhe me sulmet. Për hir të vërtetës, në vazhdim e zhvillimit të këtij viti, Turqia është e përgatitur jo thjesht për këtë që ndodhi, por edhe për gjëra që mund të ndodhin në të ardhmen. Kanë dy armiq shumë potencial. Është Partia Kurde, që ka 2-3 fraksione aty që janë tepër aktive, dhe është ISIS-i me të cilin ata kanë probleme gati të hapura. Dhe Turqia është e përgatitur, por magjia e temës të cilën ju doni të referoni dhe që lidhet me turizmin e kalon situatën e fundit të Turqisë. Turqia mbetet vend shumë atraktiv për turistët dhe turistët rusë, potenciali më i madh fizik njerëzor i cili e shfrytëzon Turqinë në vitet e fundit, po e vuan jashtëzakonisht prerjen e marrëdhënieve ndërmjet kësaj. Prandaj po them dhe ngjarja e fundit që është jashtëzakonisht tragjike, sepse po ndodh ndoshta në aeroportin më të madh të botës. 289 fluturime në ditë në 113 destinacione shtetet. Po rritet dhe madje është një plan për të bërë aeroportin absolutisht më të madh të botës të ndërtuar ndonjëherë shumë afër. Dhe është zgjedhur qëllimisht besoj aeroporti për të dhënë mesazh që nuk e kanë vetëm me Turqinë, sepse aty janë qytetarë të botës që udhtojnë. Po Turqia është shumë e ekspozuar për shkak sepse është në kryqëzimin e rrugëve shumë potenciale. Neve gjithmonë na pëlqen të themi që jemi kryqëzimi i lindjes dhe perëndimit, po Turqia është realisht kryqëzim i rrugëve turistike gjeostrategjike mbi të gjitha. Dhe prandaj është shumë e ekspozuar. Besoj që Turqia ka kaq të madhe potencialin dhe gjithçka që ka bërë në lidhje me ofertën turistike gjatë gjithë këtyre viteve, pa çka frikës së madhe që ekziston dhe impakteve, saqë Turqia po vuan sidomos këtë të Turqisë të ndërprerjen e marrëdhënieve me Rusinë, po besoj që Turqia do ngelet përsëri një atraksion shumë interesant turistik. Arbër? Unë mendoj në fakt se Turqia është goditur shumë fort. Është goditur nga marrëdhëniet e saj politike me Rusinë, edhe përkulja e një personi si Erdogani para Putinit këto kohë të fundit e tregon këtë nevojë që ata kanë për të rivendosur dhe njëherë të marrëdhënie tregtare që turizmi është një pjesë e saj. E dyta, sulmet e vazhdueshme terroriste mendoj se kanë trembur jo vetëm qytetarët e tjerë të botës, por edhe shqiptarët. Është sulmi 7 në Stamboll brenda vitit, dhe jemi vetëm në muajin e fundit qershor. 7 me përmasa, sepse ka pas dhe sulme tjera i kalon 10. Dhe për të mos llogaritur parandalimin, po e thonë në fakt, po e veçonte edhe policia turke sot në orët e parë të mëngjesit, shumë sulme që ndoshta nuk bëhen dhe mediatike janë mundur të parandalohen përpara se të kryhen. Kështu që duke ditur vështirësitë edhe pse shumë atraktive si vjet ofertat që kanë dalë nga agjensitë ndryshme turistike në Shqipëri kanë qenë shumë atraktive, sepse edhe numri i ulët i turistëve rusë ka bërë që ata ta ulin kërkesën e madhe të parave për shqiptarë, sepse rusët kanë qenë gjithmonë të diferencuar. Mund bëj që shumë qytetarë, cilët shkojnë me familjen, të ndjehen të pasigurt dhe të ketë një impakt shumë negativ.
por sido që tjetë ajo është porta më e afërt me pjesën e konfliktit më të madh që ka bota në këtë moment. Me Sirin. Me Sirin, po edhe ISIS-in në përgjithësi, sepse është gjithë rajoni, nuk është vetëm Siria, ke grupime të ndryshme, është PKK-ja që pra Partia Kurde është në një pozicion që kërkon të rivendos. S'ka ndalur kurrë. Pra Turqia është në vështirësi shumë madhe. Dhe ndjen shumë pjesën e turizmit, sepse në turizm siguria është gjëja kryesore dhe nëse pastaj do e kalojmë tek pjesa shqiptare, një nga arsyet kryesore pse në Shqipëri kemi numra të ulta është siguria në përgjithësi që kalon në siguri fizike, në siguri të ndryshme për investimet etj. Po që nëse i prek më vonë. Zak, për këtë pjesë të sulmit të dieshëm dhe Turqinë, marrëdhënia që kemi ne si shqiptarë. Sigurisht që Turqia është atraksioni kryesor për shqiptarët, ka paketat më të plota, ka fluksin më të madh të lëvizjeve. Sigurisht që ka një rënje të kërkesave për shumë arsye. Një nga arsyet është dhe sigurisht kërcënimi që ka nga rajoni, në Turqia, por them se një nga problemet kryesore kanë qenë edhe refugjatët. Domethënë janë bërë një kompleks problemesh në Turqi, të cilat kanë krijuar këtë situatë jo të favorshme. Megjithatë, problemi më madhor është sigurisht janë turistët rusë, që në rreth 36-38 milion turistë në vit që vinë në Turqi, 16 deri në 18 milion janë turistët rusë. Pra është një potencial i jashtëzakonshëm, sepse ata shfrytëzojnë mundësinë pa viza. E kuptoj. Nuk mund të merrim ne 1 milion nga këta rusët ose se kuptoj 38 janë shumë dhe nuk konkurrojmë dot. Ne nuk kemi kapacitete shtretërish turistik dhe ky është problemi më madhor që ka Shqipëria. Jo, meqenëse ke dhe mbulon sektorin e hoteleve. Sa është kapaciteti ditor i hoteleve për gjithë vendin? Shikon, ne kemi rreth 33.000 shtretër, domethënë shifër jo zyrtare. Ndërkohë që Maqedonia ka 65.000 shtretër. Domethënë që këtu s'ke nevojë për ta diskutuar fare, sepse Maqedonia ka një gjysmë liçeni. Mos harrojmë që s'ka Bregdet. Ka vetëm Ohrin. Po pra ka një gjysmë liçeni, ka 2 milion banor, domethënë megjithatë i ka dhënë vëmendje jashtëzakonisht madhe turizmit. Kjo është domethënë. Këto shtretër i ka shtetë që i shfrytëzon kuptimin ka turizëm që justifikojnë praninë e ekzistencës së tyre. Shtretër që shfrytëzohen dhe ka bërë politika të tilla fiskale që është në majat e politikave fiskale për turizmin në Ballkan. Pavarësisht se Maqedonia nuk e ka industri kryesore, e ka në vëmendjen kryesore turizmin. Arrin deri aty sa me një telefonat ministri i turizmit mund të presi brenda 3-4 ditësh një grup, po themi, të interesuar nga Shqipëria për të diskutuar probleme dhe brenda javës qeveria merr një vendim për ta lehtësuar këtë politikë fiskale. Domethënë deri këtu arrin. Jo, që e pret nuk është në çudi se mbas e pret ministri i Shqipërisë. Po që e përmbush pastaj detyrimin që i brenda 2 javësh mblidhet qeveria dhe merr një vendim. Dhe merren parasysh kërkesat që grupi interesi. Domethënë ne kemi mbetur të befasuar nga kanë bërë dhe një gjë që duhet. Keni rast konkret këtë që ju ka ndodhur me Maqedoninë? Rast konkret ne vjet, domethënë Maqedonia bën një politikë, kthen mbrapsht për agjenci turistike 10 deri në 15 euro për çdo turist evropian. Ne kërkuam, bëm një takim me ministrin, tham, mund ta bësh dhe për turistët shqiptar brenda 10 ditësh, ai e zbatoi edhe për turistët shqiptar. Çfarë mund presësh? Tek efikasiteti, po. Duke vazhduar logjikën e Zakut, ka shumë të drejtë, por maqedonësit janë shtyr edhe një hap më tej, që në sezonin dimror që ata e kanë shumë aktiv, në bashkëpunim me serbët dhe malazezët, për shkak edhe të konjunkturës tyre gjeostrategjike që shkojnë shumë me njëri tjetrin, kanë lehtësuar paketat e njëri tjetrit dhe shërben dhe si valvola shkarkimit të njëra tjetrës. Për kështu dhe janë gati që presin dhe grupe me madhësi të cilat neve as nuk mund të imagjinojmë. Shqipëria është vazhdimisht rrugë tranzite. Për shembull, ne kishim mundësi jashtëzakonisht, Zaku mund të ndihmoj shumë mirë me logjikën e argumentit tim, që pjesa e kultivuar e turistëve e cila vjen në Greqi, në Korfuz dhe në Kretë që është më larg, që vinë në Butrind, sepse Butrindi ka një atraksion shumë më të madh se sa
se sa realisht ka. Ose kënë vetëm qëndrim disa orësh. Mund të shfrytëzohesh shumë mirë dhe gjirokastra, plus gjërat të momentit, por është e pamundur që ti të trajtosh masën e turistëve që mund të vinë në Butrinë të dhe kështu. E pamundur në kuptimin s'ke infrastrukturë, s'ke restorant, s'ke hotel. Ndoshta restorantet mund të bëhet diçka, por prapë nuk bëhet, po pjesa hoteliere është një probleme e cila nuk po zgjidhet sot e kësaj dite, domethënë. Në Shqipëri ke vetëm 4 hotele që janë Tiranë me mbi 100 dhoma, të cilët janë hotele biznesi dhe harroj se mund të merret me turizëm, vetëm një pjesë të fare të vogël të kohë, dhe një hotel i cili është përsëri në Shëngjin, dhe pastaj gjithë tjerët janë 83% hoteleve janë me kapacitet 20 deri në 30 dhoma. Pra, e kanë të pamundur, jo charter, po dhe ato buzin ta menaxhojnë. Ta trajtojnë. Dhe me që dolëm ta mbyllim Maqedoninë, në takimin që kishim në datën 14 shoqata e Ballkanit e hoteleve organizojnë takim me të gjithë ministrat e Ballkanit. Maqedonia, këshilltari i ministrës raportoi që Maqedonia ka subvencionuar 5 milionë euro për vitin 2016 aeroportet për low cost, për ta kthyer në pikën më strategjike të Ballkanit. Që të fluturojnë charter. Që të fluturojnë charter dhe të bëjnë rrugët e Ballkanit, pra të kapin që nga Greqia deri në Kroaci dhe mund të kthehen përsëri prapë. Dhe janë bërë shumë atraktiv. Po thoi diçka edhe për Sarandën? Për Sarandën, për kudo në Shqipëri, nëse do fillojmë ta vëmë tamam gishtin mbi plak pasaj, fjala probleme që keni vendosur ju në fillim të emisionit. Nuk e mbulon problemin. Ajo, po nuk e mbulon, Ilva, sepse ne kemi një problem shumë në mënyrë se si e trajtojmë në nivelin rregullator këtë sektor kaq të rëndësishëm, i cili fatkeqësisht mbetet i vetmi sektor që ne kemi dhe mund të japim shërbim në numra shumë të lartë. Problemet janë niveli sigurisë. Siguria ushqimore është skandaloze. Investimet që bëhen në nivel infrastrukturor janë problematike. Unë kam udhëtuar jugun e Shqipërisë këto 2-3 muajt e fundit dhe kam parë që janë shumica e rrugëve të hapura. Durrësi është akoma i hapur. Është i hapur. Është Fieri që është i mbyllur, është Vlora që është skandaloze, pastaj që pikën kryesore, xhevahirin më të madh që kemi ne ti presim turistët në atë mënyrë dhe t'i lëmë nga 2 orë, 3 orë, 4 orë, 2 orë gjysmë qëndrova vetë këtë fundjavë, për kishte edhe njerëz që kanë qëndruar edhe 5 orë. Pas asaj ke problemin që nuk ka rregullim të duhur të hoteleve, ku nuk ka kontrollet aq sa duan, nuk ka politika fiskale lehtësuese që duan shumë tyre bizneseve. Punësimi rinor që është qendra ose themra e kilit në këtë sektor në gjithë botën është problematik sepse taksat janë shumë të larta. Furnizimi me energji elektrike mbetet problem shumë i madh. Pastaj, nëse duam që të godasim dhe bizneset e suksesshme, dhe ka pasur shumë biznese suksesshme të cilët janë bërë pre e kontrolleve të vazhdueshme të panevojshme, kontrolli është i rëndësishëm, sepse realisht kështu mund zhvillohet pasi pikëdyshimi të dy aktorët, edhe aktori shtet edhe aktori privat, po aktori privat, të cilët tërheq qerren, sepse shteti është 80.000 të punësuar, ka pjesa të tjerë janë në privat, dhe këta të privat, paska se në 30.000 shtetër ke një industri të tërë mbështetëse e cila ka probleme. Kanë probleme fermerët, të cilët tani nuk kanë as nuk marrin subvencione, po edhe duhet të lëshojnë kupon tatimor për gjithçka. Prapë është një lloj regjimi mirë, po ka ajo që zbatimi i licitacionit që miratohet është dëshira e madhe pa marrë parasysh realitetin i cili ka nevojë për t'i dhënë dorë dhe jo për ta mbajtur jashtë, bën atë që turizmi shqiptar fatkeqësisht nuk është atraktiv dhe edhe nëse flet me operatorët, edhe nëse flet me turistët, del me një konkluzion që po, potenciali është shumë i madh, por çfarë gjejmë realisht në terren është problematik. Pse nuk u ndryshuan gjërat këtë vit? E dim çfarë ndodhi në Turqi, ishin të përgatitur që këtë sezon mund të bënim diçka më shumë. Kam përshtypjen që qeveria e ka ende e thot paktën turizmin në sektorët prioritet të zhvillimit të tyre. Ju si grupe interesi u përpoqët dhe bët maksimumin? Çfarë ndodhi? Programi i qeverisë Rama ka qenë shumë ambicios për turizmin. E shpalli industri prioritare, por hapat me cilat ne hecim në krahasim me rajonin janë jashtëzakonisht të ulta. Shqipëria ka një shans që të huhet për imazhin e mendojnë më keq. Dhe kur vinë e gjejnë më mirë. Surprizohen për mirë. Surprizohen më mirë. Kjo është shumë pozitive, por ka ardhur momenti që tani po na bëjnë mediat reklam shumë të madhe dhe ne nuk kemi gjendje që këtë reklam ta përkthejmë në produkt turistik në të ardhurat.
Dhe ndoshta jemi në fazën që kjo mund na dëmtoj shumë më tepër, sepse rajoni ka ecur me hapa jashtëzakonisht mëdha. Ndërkohë që ne themi... Gjëra që i kërkuat qeverisë? Ne kemi kërkuar disa gjëra që ne nuk duam në gjë të jashtëzakonshme. Të vëshoja nuk u zgjidh, për shembull, që kërkuan. Pothuajse nuk janë zgjidhur dhe disa nga treguesit që janë shumë të rëndësishëm në turizëm ju janë rritur çmimet, për shembull, është rritur me 48% energjia, çmimi i energjisë elektrike, ndërkohë që është pjesa më e rëndësishme, domethënë argëtimi më i madh në hotelet. Dhe kjo është thjesht me një interpretim. Pra ne kemi bërë kontakte edhe me drejtorin e erës dhe ka thënë është abuzive. Më falë që ndërpres, po është akoma me dëmshme, mos kesh energjisë sa dhe kesh 48% më shtrenjtë. Është akoma më problematike. Unë duhet dalë ke kjo, domethënë që qeveria kërkoj ta vinte në pozicion primar turizmin, por nuk u arrit dot të merreshin ato masa që u morën. Ka një përmirësim dukshëm gjatë tyre 15 vjetëve të rrugëve. Pra ne jemi më mirë se rajoni. Si vjetë pati një përmirësim të sinjalistikës. Për thënë të vërtetën, jemi shumë më mirë se sa rajoni. Pra rruga jonë kryesore është shumë mirë. Por pati problem se të gjithë qytetet u kthyen në kantiere ndërtimi në momentin pik. Sot Europa dhe Ballkani po flet për 365 ditë turizëm. Ne flasim do jemi gati në korrik gusht. Është absurde. Domethënë njëri që ka investuar, ka bërë një hotel, po t'jesë dollgarisi të punoj 2 muaj, ai ishte i falimentuar. Që këtu. Kërkesat tona kanë qenë shumë të qarta. Pra mesatarja të TVSH në rajon është 7%. Ne po themi na e bë 10%. Ka shumë mënyra, pra FMN-ja vërtet nuk do që ta ndajë, ta bëjë si dere. Por ka rekomanduar mënyra tjera FMN-ja, pra subvencionohe, pra mos e prish skemën, do ta ulësh 10, subvencionohe 10%. Kjo do bëjë dhe formalizimin e tregut. Dhe më është një nga mënyrat, sepse prandaj rajoni ka bërë subvencionimin 10 deri në 15 euro, sepse ka formalizuar tregun. Unë nuk marr dot mbrapsht, po t'je se nuk deklaroj një faturë. Dhe problemi i energjisë elektrike sigurisht që është problem madhor, sepse të mos kesh akoma edhe për 26 vjet ose të kesh energji jo cilësore në hotelet që po pretendoj me 4 yje, me 5 yje, sigurisht që është e vështirë. Problemi i mbeturinave, problemi i menaxhimit breakdatit që shqyr për ne u zgjidh dhe menaxhimin e mori përsëri komunat, bashkitë dhe po themi monitorimin e mbajti shteti, sepse normalisht duhet ndodh. Përdesa janë asete të komunave, ata në rast se nuk do kenë të shfrytëzojnë breakdatin, ata nuk kanë me çfarë të ardhur të sigurojnë. Por unë duhet dal këtu, domethënë që ne në përgjithësi si shqiptar kemi atë frymën që, si më thënë, na duket vetë se jemi më të zgjuarit. Në konferencën e fundit ku ishin të huajt, njëri po prezantonte Shqipërinë dhe tha breakdati jonë është i virgjër. Ai tha, ky është problem më shqetësues, tha. Jo, mos e ka pas fjalimin të para 20 viteve se. Jo, tha, se të mbetesh i virgjër, tregon që ke probleme, domethënë, ti je e bukur dhe mbetesh e virgjër, duhet të kesh shumë probleme. Dhe faktikisht kështu është. Pra fakti që nuk investohet në jug tregon që ka shumë probleme, problemi i pronave, problemi i taksave. Dhe ne jemi në fazën që duhet ta kuptojnë këtë punë, sepse në momentin që edhe kontingjenti jon kryesor i turistëve 40% i Kosovës do të liberalizohet viza, ai sigurisht do shpërndahet për të gjetë tregje. Sigurisht. Vlora më distancë apo Saranda janë njësoj me Selanikun, me siguri që do shkëputen, do tentojnë për tregje. Do të shtoja një element. Është vërtet që programi i Partisë Socialiste ka qenë shumë simpatik për sa i përket turizmit në fillim. Por zhgënjimi më i madh është në fillim kur ishte program. Po për mua zhgënjimi më i madh është që një sektor i tillë, i cili ndihmon shumë GDP-n, nuk arritën që të ndërtonin një dikaster të veçantë dhe të bësh institucion të paktën ndërmjet 2 partive që mos ta ngacmonin. Turizmi në Shqipëri meritonte një dikaster të veçantë. Ne kemi dikastere që sot të pyesësh njerëz edhe me një shkallë të themi kultivimi, nuk e din atributin e aksh ministri ose një ministri tjetër. Po të pyesësh, për shembull që Shqipëria ka nevojë për ministri turizmi apo jo, është diçka krejt tjetër. Unë mendoj që nëse Shqipëria do kishte një ministri turizmi, atëherë të gjitha këto hallka
duhet t'i zgjidhte ajo. Ndërsa agjencitë, shoqatat mund t'ishin dhe që do përbënin grup interesi, do çonin zërin më institucional te kjo ministri. Me sa shoh, ndryshon ka shumë propaganda dhe ajo që thotë qeveria me gjërat që janë në terren. Kjo tregon që nuk kanë një logjik ekonomike vendi jonë, sepse të dish që kjo industri është kaq rentabël dhe të veprosh në këtë mënyrë është Jo, ka një problem, nuk është problemi i vendit, se nëse do e shtrojmë ashtu, nuk do kishte investime nga privati. Privati kërkon të bëjë investime, ka një tentativë të vazhdueshme që ta përmirësojë cilësinë e jetës vetë dhe shërbimeve gjithçka tjetër, por çfarë ndodh është kush është përballë dhe çfarë i ofron. Vjet pata shansin që të isha mbi një javë në Expo Milano, ku bë ekspozita më e madhe e gjithë formave të turizmit që ekzistojnë, dhe Shqipëria për ta parë edhe kur ka shansin për të bërë diçka, shkon dhe bën diçka e cila nuk është në nivelin më të dur. Dhe pra problemi nuk është i atyre biznese, sepse aty pati mungesë të theksuar të përcjelljes atyre aftësive që ka. Le të marrim një biznes, nuk e di nëse mund të përmend emra biznes, por që janë shumë suksesshëm në një restorant afër Lezhës ose në një biznes tjetër i cili prodhon në mënyrë autentike verë shqiptare, djathtë shqiptar, produkte veshje shqiptare, gjithçka. Dhe aty kishte vetëm disa pamje. Tani në momentin që ti vazhdon me propagandë, kur nevojat janë shumë të mëdha, kur nuk e kupton që Vlora, në momentin që ti e bllokon pjesën sipër ujit ftohtë dhe lë gjithë lagjen sipër, e cila prap janë shtretër, të cilët mund të përdoren, ti nuk ja jep aksesin, nuk i jep mundësinë që të kenë një rrugë që është shumë e thjeshtë, është një rrugë që as 10 kilometra nuk e ka. Shoh statusin në Facebook që llogarisin kohën që bllokohen trafiku në Vlorë. Dikush thot 2 orë gjysmë, dikush 3 orë, dikush 2 orë, edhe 1 orë shumë, nëse e harxhon kohë në trafik. Në këtë kohë, është kosto. Në këtë kohë, domethënë kjo kosto është e llogaritur tek gjithë shqiptarët, e llogarisin në mënyrë instiktive kur shkojnë në jug. Po logjika ime ishte për sa i përket institucionit. Qeveria jonë duhet kishte ministri turizmi dhe do t'ju them edhe diçka tjetër. Është ngritur si çështje si debat brenda? Është ngritur disa herë. Është ngritur, por sado që proklamohet ja turizmi në jug për shembull. Sado që proklamohet që turizmi është interesant, nëse shikon atributet e ministrive, ngel atributi i fundit. Ministria e Kulturës së Rinizmit, e Kulturës së Rinis ishte dikur dhe turizmit. Jo, ka qenë turizmi. Vetëm për një kohë u botërua dhe u rikthye pastaj. Ministria filane kështu. Dhe kjo ka sjell kjo është e fundit që dua të them, në reformën e re territoriale që u bën në Shqipëri. Vërtet pushteti lokal tash ka atribute, po nëse do pyesësh në terren për autoritetin e pushtetit lokal në këto plazhet e kështu, ata nuk din të japin përgjigje dhe kalojnë topin ke njëri tjetër. Dhe ky sezon kam përshtypjen që do vuaj shumë reformën territoriale, po. Kurse unë i kam propozuar një variant tjetër. Zëvendës kryeministri duhet të jetë ministri i turizmit dhe shumë e thjeshtë, dhe kryeministri duhet të ketë një këshilltar të huaj me mjekër dhe një letër të bardhë firmosur poshtë, në mënyrë që ai këshilltar ta bëj për mirë ata që kanë mjekër dhe për keq ata që s'kanë mjekër. Jo, e kisha fjalën të vjetër me eksperiencë, sepse Shqipëria nuk ka ekspert mirë fill turizmi, sepse ne vonë kemi filluar me turizmin. Pra do një goditje të fortë në mënyrë që të mos na hiq koha. Kaq se s'ka gjë tjetër. Ja, po ikën dhe një sezon me gjithë këto probleme që po numërojmë ne sot, për ata që po na ndjekin dhe do ikin nëpër Shqipëri, se nuk dua të trembim as kënd apo t'ja u bëjmë më keq nga ç'është realiteti. Por besoj po themi një pjesë vërtetave që janë kur del. E rëndësishme që duhet kuptojmë këtë gjë. Shqipëria nuk është keq, por ne po ecim me hapa aq ta vashta, saqë rajoni po na le me vite dritë larg. Domthonë ky është shqetësimi i madh. Pra Malizi, një vend me 1/3 e vijës bregdetare, ndërtoi portin më të madh port e Montenegro, portin më të madh të jahteve në Europë, domethënë në mesdhe, dhe krijoi lehtësira fiskale të jashtëzakonshme. Po bën hotelin më luksoz në mesdhe. Vitin tjetër vjen në funksionim. Pra po ecën me ritme jashtëzakonisht të mëdha. Po bën hotel tjetër të madh? Po bën më të madh dhe më luksozin në mesdhe, dhe çfarë po bën? Po thith gjithë turistët që janë elitar. Këtu nuk bëhet fjalë për të ardhur njëri me bicikletë dhe me 100 euro të shty 3 javë me çadër shtrirë. Vërtet duhen dhe këta.
Por turisti që paguan, që kërkon shërbim, që kërkon cilësi, është ai i rërës, i detit dhe është ai i sezonit. Domethënë, këta kanë kapur këtë pikë dhe po marrin gjithë turistin elitar. E kuptoj. Problemi është modeli, është diskutuar edhe mes jush edhe me grupet e interesit. Çfarë modeli do ndjekim? Se Turqinë nuk e bën dot Shqipëria, për gjithë arsyet që përmendëm, nga problemet me pronën, që ke madhësia etj. Malizim duket se po kopjon pak Turqinë si vizion rezultatesh? Në mënyrë absolute, jo. Turqia ka tjetër strukturë. Ku duhet investohemi? Struktura e Turqisë tani ka mbetur jashtë, nuk është ajo më zgjidhja. Bota nga kriza kërkon të lëviz më shpejt, harxoj më pak. Ka 15 vjetë që strategjia është bërë nga Gjermanët. Strategjia është shumë e qartë. Shqipëria nuk ka vende për resorte. Maksimumi ndërtohen 3-4 gjithsej. Pra duhet ndërtohen, janë të shkruar, duhet ishin ndërtuar deri në 2012 rreth 250-300 hotele me 100 deri në 200 shtretër, të cilët menaxhohen dhe kanë mundësi të thithin një numër turistësh dhe shtëpitë, vilat të kthehen brenda standardeve në mënyrë që gjithë popullsia e Bregdetit mos largohet, po të jenë të interesuar ta zhvillojnë. Pra një turist vjen dhe kërkon ta jetojë Shqipërinë si shqiptar, nuk kërkon ai luks edhe xhamak, pra kërkon një fshat dhe jugu i afron të gjitha llojet e mundësive. Sa zbret nga llogaraja deri në Saran, Shqipëria i afron të gjitha mundësitë. E marrim dot këtë turistin elitar që po thoja? Jo. Tani për tani jo njerë dhe ne nuk kemi akoma një strategji të plot për ta marrë këtë turist elitar. Pastaj kemi akoma mundësi, kemi mangësi shumë tjera, ndërkohë që shqiptarët janë punojësit më të mirë të turizmit në gjithë botën. Pra kudo janë kuzhinierët më të mirë, menaxherët më të mirë, kamarierët më të mirë. Dhe kemi talent të punë. Në Maltëzi, t'ju them diçka, në Maltëzi shembujt më të mirë janë marrë nga shqiptarët. Dhe t'ju them edhe diçka tjetër që nuk do besoni. Malizi në fund të viteve 70, për herë të parë në Ballkan, vendosi plazhet nudo, ta quajmë thjesht, që ishte një revolucion thjesht për Malin e Zi, sepse akoma në ato vite në Mal të Zi funksiononte gjakmarrja, që është një fenomen si tek ne. Dhe ata shkuan një hap më shumë dhe ndërtuan këto plazhe për turistin evropian. Thonë europianët për herë të parë njohën, për herë të parë ish Jugosllavinë e ka njohur shumë përpara, po Malin e Zi e ka njohur pikërisht për këtyre plazheve. Dhe të llogarisësh që 20 kilometra mandej kishe gra të cilat rinin të ngarkuar edhe kështu, dhe këtë e bën shqiptarët. Shqiptarët janë shumë novatorë dhe janë shumë krijues. Dhe një element tjetër që më ka bërë shumë çudi para 15 vjetësh në Mal të Zi prap, bënin një lloj katarsisi për sezonin e tyre turistik dhe e quanin të dështuar sepse kishin pasur një rritje vetëm 4% nga një vit më parë. Dhe krenaria e tyre ishte sepse një vit më vonë kishin marrë, një vit më përpara, kishin marrë oferta pafund dhe paketa nga shumë klube gjermane. Dhe thoshin që Mali i Zi në të ardhmen është shumë i markuar për kësaj lloji oferte të cilët na vjen. Një gjë që neve nuk e mendojmë dhe thjesht edhe diçka më falë. Patjetër. Është folur shumë në Shqipëri për pjesën e transportit. Ne kemi disa aeroporte ushtarake, të cilat tash mund t'i kundrosh thjesht si fusha të mëdha dhe kështu, që shoqata turistike në Shqipëri, operatorët, por dhe grupe interesi të ndryshme, kanë shtruar vëmendjen që ato duhet vendosen në eficiencë. Dhe u fol shumë për ato të Sarandës dhe Gjirokastrës. Ato sot e kësaj dite thjesht është harxuar retorik politike dhe nuk është bërë asgjë. Dhe a dini çfarë? Një turist nga San Petersburgu vjen në Mal të Zi për 35 euro. Për 35 euro në 35 ose 45. Me low cost. Me low cost. Wizz Air është një nga kompanitë që... Dhe nga Moska në Tivat vjen pop me kaq para, domethënë. Llogaritë se sa të duhet të shkosh nga Shqipëria në Moskë dhe mos na jepi tani si shkojmë në San Petersburg. Me këtë linjë që tregove. Kam një shkutë vizitare, rikthehemi më pas edhe për të folur për modelin që duhet ndjek Shqipëria për turizmin.
Jemi në pjesën e dytë të debatit për turizmin, po thoj edhe njerë, nevojën e dikasteri që do të koordinonte edhe një vizion më të qartë, se ku duhet shkojë Shqipëria me turizmin? Dhe dikasteret, sidomos dikasteret të tilla, maten nga pesha specifike që kanë në GDP. Dhe e thash shumë mirë Gjaku më përpara që ndoshta dhe një nga zëvendësës kryeministrat shqiptar duhet të ishte njeri i cili lidhesh me turizmin, sepse është njeri që jep për buxhetin e shtetit. Dhe një dikasteri i tillë është, për mendimin tim, është imediat në Shqipëri. Do thënë, çdo qeveri që vjen krijon një dikaster. Ministria e Turizmit është ministria e cila tek ne duhet ishte pa diskutim. Ka nevojë që të bëhet një lloj modeli hibrid, mendoj unë. Hibrid. Por hibrid jo vetëm në ofertën turistike, në shërbimin e atyre ditëve që rrihet në hotel dhe konsumit të ushqimit. Është më shumë ajo marka e bërë në Shqipëri, Made in Albania, e cila mungon. Mungon lidhja midis fermerit, të shkosh në jug edhe mos hash kos jugu është absurde, sepse aty deti nuk e njohin. Mali njohin, janë shumica çoben dhe mos hash kos shqiptar është absurde. Pse nuk ka kos shqiptar? Po sepse mungojnë hallka dhe del shumë i shtrenjtë produkti. Pra, nëse do të shkosh dhe të japësh dorën këtyre njerëzve që ofrojnë këtë pjesë të materialeve të para, produkteve të para që i duhet për të dhënë pjesën e gastronomisë, që është një nga ofertat më të mira që kemi ne, Zaku kam përshtypjen se bie dakord dhe kemi ushqimin shumë të shijshëm, por shpesh herë nuk e ka atë që bën tradicionale shqiptare, ndryshon në lëvizje. Pra, nëse do shihej problemi aty ku ka nevojë, fermerët korçare i hedhin mollët akoma në përlumenj, është absurde. Gjenerojnë diku te $5.000 në vit, 4 veta që punojnë në një ngastër tokë. Janë probleme të këtij karakteri që pikë pari duhen zgjidhur. Pra, lidhen të gjitha elementët, merren në punë të rinj të cilët kanë nevojë, të cilët mund trajnohen, që nesër pas nesër janë prapë njerëz që bëhen kuzhinierë të mirë, bëhen hotelierë të mirë, bëhen restoratorë të mirë, bëhen guida të mirë. Ne kemi problem të madh dhe shumë për guidën, nëse do shkojmë te turizmi i trashëgimisë kulturore, që është i vetmi moment ku ne mund të marrim turistin elitar. Turisti elitar vjen për trashëgimin ton kulturor. Në fakt nuk kanë munguar artikuj në gazeta prestigjioze botërore dhe në tituj që janë të rëndësishëm për turistët elitarë që e duan trashëgiminë. Pikërisht vinë. Kjo ka ndihmuar apo ta kanë ardhur dhe s'po vinë më? Absolutisht. Turizmi vetvete është si pasojë e shkrimeve të udhëtarëve. Pra, çfarë do lloj botimi që bëhet në prestigjioset botërore ka një impakt shumë të madh. Por problemi është që përveç Butrintit, që është sui generis, pra që ka një menaxhim që supozohet 90% të pavarur, pashka se shteti nuk e lejon që 90% të gjitha të ardhurat i ripërdori dhe të rihet dhe të bëja të brandin e vetë unik, e cila prapë do e bënde më shumë atraktiv, është që vendet e tjera të gjithë Shqipërisë janë skandaloze. Nëse do shkojmë te kishat e pafundme që ka Muzeqeja, por edhe pjesa e jugut, ato po humbasin. Dhe është një problem shumë i madh, sepse në momentin që kemi mbushur barkun, do shkojmë të mbushim mendjen. Dhe edhe vetë qytetarët shqiptarë do mund të gjeneronin pafund të ardhura për këtë sektor. Dhe fatkeqësisht nuk marketohet fare trashëgimia kulturore tek ata 7-8 milion shqiptarë të cilët janë në rajon. Kështu që qasjet të këtij karakteri duhen parë. Ajo që do jepte më shumë nga diskutimet që kanë bërë personalisht me njerëz të këtij sektori do ishin politikat fiskale. Do kishte nevojë për një grace period, pra një lloj amnistie të përkohshme që këta njerëz të kenë mundësi që të vazhdojnë dhe të rihedhin para në këto hotele të cilat, siç e tha dhe Zaku, ka ngelur 15 vjet, 20 vjet mbrapa. Kështu nëse nuk bëhet një diçka e tillë, nëse mbetet vetëm në letër, do thuhet që do shkojmë në Expo Milano, ku është shansi më i madh, dhe në Expo Milano dalin sa televizor, ku thuhet që do ketë lehtësira të mëdha fiskale dhe nuk ka lehtësira të mëdha fiskale, ku thuhet që do investohet në rrjetin elektrik dhe nuk ka energji elektrike, dhe nëse nuk ka rrugë, atëherë ky turizëm mbetet thjesht në letër. Dhe është shumë e bukur. Eksploratorët që vinë në Shqipëri e shijojnë pafund Shqipërinë, sepse janë shumë të kënaqur, dhe nuk do donin shumë turizëm masiv apo më shumë të zhvilluar se sa është aty. Por ngel shumë larg sektorit, një lloj sektori prioritar i cili mund ndihmoj edhe ekonominë. Kështu që të gjithë këto vende të largta, të cilat kemi edhe një problem të madh, kemi migrimin e vazhdueshëm, shumë njerëz largohen jo vetëm nga Shqipëria, por ikën edhe jashtë Shqipërisë, sepse shanset që kanë aty nuk mund të ofrojnë. Kështu që nëse turizmi kthehet pastaj si një mekanizëm që mund të gjenerojë ndryshime të mëdha sociale, do ishte shumë mirë pritet. Ata njerëz e mirëpresin, por nuk i shkon. Ka dhe të rinj që janë shkolluar jashtë dhe po kthehen pranë familjeve për të ndërtuar
bizneset vogla familjare në veri, por rastet pakta janë e vërtet, ndoshta do duhet ta justifikojnë kthimin, se nuk ka pse të kthehen dhe nuk garantojnë të asgjë për të ardhmen e tyre. Po zot. Ju bët një pyetje interesante që domethënë çfarë duhet bëjmë ne për të patur një turizëm. Ka një gjë të rëndësishme që në Shqipëri gjithmonë flitet për sezon turistik dhe këtë sezon e koncepton korrik dhe gusht. Ndërkohë që ky koncept ka rënë me 10 vjeçar përpara. Ka më përshtypjen apo sezon turistik mendoj vetëm plazhi? Se turizëm nuk bëhet vetëm buzdetit. Mund të jetë në një pishinë. Sot duhet kuptojmë një gjë. Europa është qendra e turizmit dhe gjeneron 550 milion turist dhe me teoritë e reja turizmi është kthyer në mënyrë jetese, pra nuk mund të thuash çfarë do bëj në verë dhe çfarë do bëj në dimër. Sepse jeton gjatë gjithë vitit me atë biznes. Premte çfarë do bëj këtë shtunë. Dhe gjithë këto lëvizje janë përqendruar në qytetet kryesore, të cilët kanë atraksione, sepse duhet të kesh produkt për ta shitur. Sigurisht. Turisti ka një gjë. Turisti vjen për të parë atë për cilën ka paguar, është teoria bazë e turizmit. Pra, unë e kam shitur paketën e Vlorës që në muajin tetor. Dhe unë vi tani për të parë një Vlorë që e pa ekspertin në muajin tetor dhe gjen një Vlorë kantier ndërtimi, që këtu dështoj ky produkt. Pra, ai person që vjen dhe gjen një gjë tjetër. Kurse udhëtari ka tjetër teori, udhëtari hecën dhe shikon një gjë të bukur dhe i pëlqen, e fikson, ndalon. Janë koncepte krejt ndryshme, ti të ardhurat i siguron nga këtë produkt turistik dhe zgjidhja është shumë e thjeshtë. Pra gjithë, këtë punë e ka bërë Malizia, ka bërë Maqedonia. Kanë bërë një pakt politik, njësoj si ligji për që nuk po bëhet dot pakt politik tani, ligji për reforma në drejtësi. Pra do një pakt politik që turizmi mos jetë më kalbeteje dhe mas çdo zgjedhje të jepet filanit ose mbështetje. Domethënë, turizmi kërkon që të gjithë bashkë të bëhen grup, të bëjnë një strategji të plotë, të bëjnë një master plan të përgjithshëm, të bëjnë lehtësira fiskale dhe pastaj çdo gjë ecën vetë. Të njëjtën gjë ka bërë rajoni dhe nuk ka nevojë për të bërë shpikje. Domethënë, ne kemi të njëjtën strukturë, të njëjtën natyrë, të njëjtën në mos edhe më të bukur. Më të bukur dhe mund të them këtë gjë që ushqimi jon është në vend parë, është absolut. Pra, është gjëja që ne kemi më me shumicë. Në rast se do vesh në Malzi, Maqedoni, Serbi dhe do rish 3 ditë, do mërzitesh se do hash një njëjtin ushqim. Në Shqipëri mund të rish 10 ditë, një muaj dhe të hash për ditë gjëra të ndryshme. Deri këtu është suksesi gastronomisë. Por mënyra se si i menaxhojmë burimet është shumë problematik. Një nga problemet më mëdha është... Jo, kjo që thua ti e presupozon që ne i menaxhojmë. Se mendoj që nuk i menaxhojmë dot. Po, quhet keq menaxhim. Se ti po ti menaxhonim do ishte mirë. Po nuk i menaxhojmë dot. E di pse dhe nuk e di ai kemi të listuara diku. Un ka problem se çfarë do i them fëmijës sim nesër pas nesër kur Koranin ta ketë vetëm të dëgjuar. Korani nuk shitet në asnjë vend, pas nuk e gjen në asnjë vend. Jo se nuk lejohet tregtia, por nuk ekziston. Dhe ky është problem shumë i madh. Nga ana tjetër, flitet për Pogradecë dhe më në fund mbaroi një segment të rruge, po problemi i madh tani Ilva është që ajo është pasuri e UNESCO-s. E gjithë rajoni aty, dhe mënyra se e trajtojnë pala maqedonse është me një kujdes të jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër, në këtë moment janë duke u bërë punime, duke u futur brenda në liçenin e Pogradecës. Kështu që nuk është vetëm hajde të çojmë njerëz në Pogradecë, paska se gjithë hotelet e Pogradecës sot e gjen me 15 euro dhomën. I bëj thirrje njerëzve që shkojnë të ndihmojnë ato biznese, sepse është shumë e rëndësishme që të ndihmojnë, por është 15 euro. Dhe 15 euro dhe mos të kenë njerëz është problem shumë. Do thotë që aq shumë janë të lodhur konsumatorët shqiptar me mënyrën se si turizmi shqiptar paraqitet, edhe nga mangësitë e theksuara, sepse është e pamundur të shkosh në 40 gradë dhe mos kesh energji elektrike, mos kesh siguri, do shkosh me fëmijën, mos kesh siguri ushqimore, po shëndetarshme. Kështu që ky theksi duhet vënë tavan te menaxhimi dhe mbasi do të bërë ky pakti i madh që tha Zaku, që ka nevojë shumë. Po, Ben, po dëgjove shumë, kam grumbullove, kam shumë argumente. Më ka bërë shumë përshtypje që përveç energjisë që është e lidhur me tjetër, është cilësia e ajrit, besoj duhet ta keni ndjerë dhe ju që edhe Tirana po fillon të bëhet e pajetueshme prej erës së plerave
pa shka propagandës që bëhet në Tiranë. Jo, kam të njohur që po jetoj në periferi prej një viti e shumë tashmë dhe thonë nuk vim dot në Tiranë, po mundet hajde në takoni atje. Besoni diçka, nëse do shkoni në Durrës, ke pjesa e plazhit, era është krejt e padurueshme nga mbeturinat që hidhen. Dhe fokusi im ishte prapë këtë trashëgimia që tha shumë mirë Arbëri. Shikoj që neve nuk jemi shumë të interesuar për trashëgimin tonë dhe ne nuk jemi të vetëdijshëm për trashëgimin tonë. Theksi është për një nga objektet që personalisht jam një nga njerëzit që kam bërë shumë që ajo të mbijetonte, por fatkeqësisht nuk mbijetoi. Durrësi sot një nga perlat arkeologjike të Mesdheut nuk është më qytet arkeologjik. Vlora që mund të ishte një qytet arkeologjik nuk është qytet arkeologjik. Elbasani, më besoni, është qytet arkeologjik, nuk është absolutisht qytet arkeologjik, po të shkosh. Dhe ne nuk mund të gënjejmë turistët që vinë për të parë, dhe ju shikoni, gjithë turistët që vinë në Shqipëri drejtohen tek Vila Enver Hoxhës dhe tek bunkeri, që është fake. Durrësi e muzeu arkeologjik tani sa po hapur? Muzeu është shumë pak. Është vitrinë. Është amfiteatri shumë i mirë, por zhbjerrur shumë. T'ju them diçka, janë prishur 2 nga fresket më të mirë. Sado që flasin, fresket janë bjerë komplet. Dhe su kushtonte asgjë që të ndërprisnin rrjetin e ujrave të zeza që kullonte sipër. Dhe çfarë duhet të thosh? Kjo ka ndodhur tani nuk shikohen më. Kemi apeluar vazhdimisht media, por shqetësimi më i madh Durrës është prishja e lagjes. Jam skandalizuar kur kam parë shtëpi të ndërtuara brenda amfiteatrit. Ku ka qenë shoqëria civile në ato vite? Kur ka ndodhur? Flasim për vitet 60, se amfiteatri është zbuluar në vitet... Mendova se ndërtuar në këto vite, sepse ishte një skandal që nuk e kisha parë në sy. Amfiteatri është zbuluar në 60 e canë. Dhe kishte referenca që aty ishte, por zbuluar krejt rastësisht, Ne kuptoj, dakor. Dhe që do të them, më falë, Isak, është prishur lagja, u prish lagja zejtare para syve të ne të gjithëve, me gjitha apelet që bëm. Aty është ndërtuar një pallat, që është tek shumë pallat. Po, kompleksi i madh. Është prishur lagja më e njohur zejtare e Mesdheut, e trashëgimisë romake. Kishte mbetur gjë nga lagja? Është ngelur dhe po ta shikoje, domethënë unë vetë kam parë objekte që ishin akoma, madje ju nuk do besoni, kanë gjetur dhe copa lëkure antike, dhe plus xhamin antik, dhe dukeshin udhët e qerres. Ai ishte një atraksion i jashtëzakonshëm që nuk gjendet as në Itali, kjo pjesë zejtare, dhe u prish mund mes të Durrësit. Është ndërtuar, thonë, mund ta shikosh, por është pa vlerë. Dhe një fakt interesant, për arsye politika fiskale, Maqedonia ka bërë marrëveshje me qeverinë holandeze dhe sjell nga një maj deri në 30 qershor, para 3 vjetësh sillte një charter në javë, tani sjell një charter në ditë, me holandezë, cilët shesin Shqipërinë, pra Maqedonia shet Shqipërinë dhe shet Durrësin. Unë interesova ke guida dhe i thash, çfarë shikoni në Durrës? Tha, ju keni amfiteatrin, tha, që është domethënë nga gjërat më të rëndësishme në Europë, shet amfiteatrin, ai dhe i mban turistët në Maqedoni. Jo, problemi i trashëgimisë pastaj është shumë i thellë, sepse përveç faktit që është e lidhur me turizmë, është lidhur me ADN-n e kombit. Domethënë, ne jemi në një vend i cili është shumë rëndësishëm që ta mbajmë në mënyrë konstante fort këtë pjesën e trashëgimisë, sepse përveç gjuhës edhe kësaj trashëgimie s'kemi asnjë lloj pretendimi në rajon. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Po ne po shohim një fotografi tani, dhe unë isha këtë fundjavë në Gjirokastër dhe pata mundësinë që të flas diku, nuk e dija që do vjet te ky emision, po fola me 20 pronar dyqanesh dhe them drejtën ullatarisa kur më thanë që gjeneron diku te 20-30 euro xhiro ditore. Xhiro 20-30 euro? Ditore. Tani, në qoftë se ne do flasim për... Po si justifikojnë mbijetesën aty? Apo nuk janë me qera, i kanë pronar? Çfarë do bëjnë? Se është një problem shumë i madh. Ata mund ta kenë blerë dyqanin, duan të bëjnë një punë nuk ka, pra Gjirokastës nuk i ka ngelur asgjë. Përveç turizmit i cili mund të gjenerojë të ardhura, ata nuk kanë asgjë. Nuk ka disa hotele që janë shembuj shumë të mirë, por nuk ka politika që të paktën të bëhet marketimi siç duhet brenda territorit të Shqipërisë. Ka shumë pak turistë shqiptar, të gjithë vijnë nga jashtë. Atëherë si mund ta cilësosh ti trashëgimin tënd si të rëndësishme kur vetë
qytetari shqiptar nuk e vlerëson atë. Ku shteti shqiptar nuk bën një emision, ka një mekanizëm si që është televizioni publik shqiptar, nuk bën një emision. Ka mekanizma të pafundme, bën ekspozita në sheshin në Tereza të jashtëzakonshme dhe nuk e shet Gjirokastër, nuk e shet Beratin. Berat akoma më keq, punohet mbi kallëndrëme antike, është një firmë aty që po bën punimet e ojësjellësit dhe i ka hedhur ziftin sipër. Pra, ka probleme të cilat shkojnë më tej se sa një moment krize ekonomike. Ky është një problem i zhdukjes të identitetit, i cili fatkeqësisht nuk po shihet në fytyrë tamam. Dhe prisha e mozaikëve siç është Durrësi, prisha e kishave, të cilat janë kisha shqiptare, dhe pastaj ky është një problem shumë, dhe ndërtimi i kishave të re prapë është një problem shumë. Kështu që është ajo tentativa ta bëj një punë apo çdo. Domthonë është shumë problem. Te gjërave, duhet ta theksoj këtë, shqiptarët nuk janë koshient të trashëgimisë tyre, një pjesë e madhe. E shesin shumë, po të pyesë shumë shqiptarë thonë kjo kështu, po nuk janë akoma koshient për trashëgiminë e madhe. Dhe as përdorues dhe shfrytëzues të trashëgimisë, si shkojnë ta vizitojnë, ta. Po është ndryshe ta ndjesh. Ndërgjegjësohen më shumë kur nëse e ndjejnë. Arbri tha shumë mirë sepse bën pjesë tek ADN-ja. ADN-ja nuk shikohet, ADN-ja ndjehet. Shumica shqiptare nuk e ndjen që dëmësia e objekteve kulturore historike të trashëgimisë në Shqipëri është kaq e dëndur sa vendet e veriut të Europës janë tmerrsisht xheloz, domethënë që nuk mund të kenë as gjysmën e kësaj, sepse dhe aty është trashëgimia romake goxha e këndshme. Dhe për shembull, thjesht një element për këtë. Në ballafaqimet e para të Ministrisë së Kulturës u kam thënë diçka. Në qoftë se gjatë gjithë ekzistencës së ministrisë së tyre në këto 4 vjet do arinin që të zbulonin, sepse amfiteatri i Durrësit është që i zbuluar as 25%, 30%. Në qoftë se do zbulohesh amfiteatri dhe këto familje tash do vendoseshin diku e kështu, do ishte një nga fitoret më të mëdha të Shqipërisë dhe suksesi më i madh i Ministrisë së Kulturës së këtyre 25 viteve, domethënë. Një gjë që aty është thënë që do prishën shtëpi e kështu, sot e kësaj dite nuk është prekur asgjë. Dhe ç'është më e keqe akoma që dua ta theksoj sepse mirë tha Arbri, ju keni thënë probleme, po ndoshta duhet kishit gjetë një indikacion tjetër. Kanë filluar të vinë shkolla arkeologjike të huaja, të cilat punojnë në objektet tona dhe po të shikoni amfiteatrin. Punojnë dhe i lënë ashtu. Më thënë, ti duhet punosh dhe ti objektit arkeologjik duhet të japësh vertikalitet. Këtë i bën syrit të turistit, që e shpjegoi dhe Zaku, kur vjen që ai e shet Shqipërinë, ai do të shikojë diçka vertikale. Ti mund të thuash që këtu ka qenë Enea ose këtu kështu, po nuk pa diçka vertikale ta zbuloi. Nuk e përfituron dot. Dhe këtë për shembull është bërë në Apoloni. Do të thonë, duam apo s'duam, kohën e Enver Hoxhës është ngritur ajo pjesa e fasadës bulateriane, që tregon një lloj madhështie të këtij qyteti që ka pasur. Ka edhe muzeun tani në këtë moment i cili tërheq shumë sepse është dhe restaurimi shumë vjeçar i mburojës Ilire, e cila prapë tërheq dhe bën një lidhje shumë interesante, shumë e shitshme. Ilvan, momentin që ke këtë që thot edhe Beni që nuk e ke vetëm fjalën, ke edhe imazhin dhe lidhja midis të dyjave bën atë që është eksperiencë turistike. Tani ne kemi gujta të cilat flasin për Durrësin, po Durrësi nuk ekziston. Shkojmë në Antigone, po Antigonea nuk është e gërmuar, nuk e të ekspozuar fare mozaik. Shkon në Orikum është e njëjta gjë. Ne kemi parqe arkeologjike të jashtëzakonshme dhe kemi dhe po ashtu kështjella shumë të mira, të cilat vetëm në Tiranë janë 10 me gjithë rrënojat, që prap mungojnë itineraret reale. Kështu që edhe pushteti lokal ka nevojë për një lloj udhëheqje, pa shkojmë te Guida që është prapë derivati e turizmit, po që duhet bërë një lloj pakti kombëtar tamam për ta shpëtuar. Tani, në fakt edhe dy njohës dhe mbrojtës të trashëgimisë kulturore, siç është dhe Beni dhe Arbri, e përvetësua debatin dhe shkuat atje. Po ata që po na ndjekin nga shtëpia në këtë moment, thonë, do bëjmë pushime nëpër Shqipëri, çfarë po thon këta në këtë studion. Ku ti përgatisim, për çfarë të marrin masat dhe ku janë vendet më të mira dhe më problematike ndoshta, të bëjmë një hard. Apo nuk ke fjalë, nuk thua dot fjalë të këqija Zak. Për zona që duhen evituar. Në përgjithësi, domethënë Shqipëria është e bukur, ka vende të bukura. Dhe duket, më fal, ndërpres, kur flasim për trashëgiminë kulturore, duket të flasim për të huajt vetëm. Vetë shqiptarët nuk janë. Po ne u them që
shqiptarët nuk janë të vetëdijshëm për trashëgiminë. Ky është problemi. Ne duhet të edukohemi, turizmi fillon që në shkollë, domethënë, po ti se nuk edukohet, Enveri në kohën e tij i lëvizte studentët në për gjithë qytetet e Shqipërisë për të njohur. Tani është haruar kjo traditë. Domethënë nuk duhet të shkojnë nxënësit e shkollave për të bërë disko dhe për të shikojnë objektet. Më ka ngel mendja që një grup turistësh vinin 3 muaj rresht në mes të dimrit dhe shkonin në Korçë. Dhe unë rastisht flinin në hotel ke unë, dhe unë rastisht e pyeta guidin, thashun, për çfarë shikojnë në Korçë? Tha si tha, nuk e di ti tha. Aty është Tuma e Kamenizës, tha, që është vendi ku ka lindur Europa 30.000 vjet përpara. A e kupton çfarë? Unë merrem me turizmin dhe nuk e dinja. U detyrova vajta e pash. Kjo histori para 5 vjetësh. Pra duhet të them këtë që ne vetë nuk punojmë që Shqipëria të shikohet dhe që nga shkolla, që nga fëmijët e shkollës. Pra për mua kjo është e para, që Shqipëria është e bukur, ka vende të jashtëzakonshme, vetë ne duhet ta njohim dhe vetë ne duhet ta reklamojmë turizmin. Po nuk bëm këtë gjë, jemi të mbaruar. Po, me këto që thamë sot, nuk e di çfarë reklame kemi bërë. Kemi punuar për ndërgjegjësimin e situatës. Ne shqiptarët jemi mësuar historikisht që edhe atë që është e keqe, do të ta marrim me gotën gjysmë plot. Dhe prandaj jemi deri këtu, domosdoshmë si popull që me iniciativë. Për të parë gjërat, për t'i tejkaluar. Problemi është kaq që shteti duhet të ketë vëmendje që ajo Gjirokastër që flasim ne, po t'jetë se të kthehet në atraksion turistik dhe shteti subvencionon, po marrë shembull thjesht 10-15.000 euro për të rikthyer ato banesa. Ti je sigurt që të ardhurat po bëhet shtëpia Kadares. Po nuk është çështje e shtëpisë Kadares. Ato shtëpi duhet kthehen gjitha në hotele. Nuk ka nevojë njëri të vejë në hotel me xhama. Shtëpia Kadares nuk ka asnjë objekt Kadares përveç 1-2 gjërave kështu dhe ai vet nuk e njeh shtëpinë e vet. Kupton? Dhe siç është një nga gjërat që duhet të them, thret po nuk të ndjell. Për shembull, më beso, turisti kohës tonë që neve e çojmë në Krujë dhe i flet për Skënderbeun, ai për një herë ngelet i zgënjur se thotë çfarë lufte ka bërë një kështjell kaq të vogël, dhe kur shef muzeun që nuk ka asnjë objekt të Skënderbeut, ose ka vetëm shpata të cilët janë gjendur. Kështu kjo pjesë ha diskutim një vend tjetër. Sepse Shqipëria përveç këtyre turizmeve, ne nuk e prekëm fare, mund të ishte shumë atraktive për turizmin fetar. Sepse flitet që dy nga njerëzit, 2 nga dishepujt e Krishtit kanë kaluar në Shqipëri. Po mos harroj që 4 kryqëzata kanë kaluar në Shqipëri. Dhe një mendje, një dikaster që unë e theksoj, do thënë nuk mjafton se çfarë mund të thotë zonja ekonome ose Edi Rama që është shumë atraktiv për të folur. Por ka potenciale të jashtëzakonshme. Për shembull, thjesht turizmin fetar Shqipëria të rishte në Europë, siç e të rrishin sllavët, të ishte një gjë e jashtëzakonshme. Okej, do ta kem zonjën Milva Ekonomi pas pak në studion pjesën tjetër për të folur me të për atë çfarë mund të shpëtohet për këtë sezon. Arbër, kështë diçka për një lloj harte të japë shqiptarëve se ku mund të shkojmë? Ta shohim atë pjesën plot gotës. Të përpiqemi. Pjesa plot e gotës është që natyrën e kemi. Na akuzojmë për tradhtar, po s'tam të gjëra të mira. Jo, natyrën e kemi shumë të mirë, njerëzit e kemi shumë të mirë, gatimin e kemi shumë të mirë, edhe ato hotele që ekzistojnë, prap në masën më të madhe janë të pranueshme në raportin çmim cilësi, po problemi i madh është edhe që mund të lidhet edhe për të bërë turizëm në Shqipëri si vjet në këtë sezon është që njerëzit duhet të kenë shumë kujdes që të evitojnë një nga rrugët më të mira sepse po bëhen ndërtime që është Korçë-Përmet. Të kenë kujdes kur shkojnë në Vlorë dhe të parashikojnë humbje kohe, por edhe parash sepse kushton karburanti, por dhe nga ana tjetër të kenë dhe kujdes në cilësinë e ushqimeve. Pra, nëse bëjmë përgatitje dhe shkojnë te lloji turizmi që është para 100 viteve, pra të marrin me vete ushqime etj, do ta kalojnë shumë mirë sepse potenciali është jashtëzakonshëm. Çfarë ofron sektori turistik dhe çfarë ofron infrastruktura shqiptare mbështetëse për të është fatkeqësisht shumë e keqe. Unë do ta mbyll me konkluzionet që dha një nga ekspertët gjerman që masi vizitoi disa ditë Shqipërinë, në fund fare është herë e parë se gjermanët ta thonë sot vërtetën, tha, pash një Shqipëri egzotike, një Shqipëri që ndryshon nga Ballkani, nuk ka lidhje fare me ish Jugosllavinë, pash njerëz të gëzuar, njerëz të qeshur, njerëz që janë të gatshëm të shërbejnë, pash një gastronomi, një ushqim të mrekullueshëm.
pash njerëz që din të flasin shumë gjuhë dhe të komunikojnë me Kjo është një tjetër aset që është tjetër aset, pa diskutim. Mundoni t'i mbani, t'i shfrytëzoni, sepse do t'jetë vonë në rast se do t'i lini pa shfrytëzuar. Strukturohuni, organizohuni dhe ruajmë to që kemi, duke shpresuar për t'i zhvilluar. Nuk jeni akoma gati. Nuk kemi akoma gati. Në fund fare, domethënë kur thot ai nuk kemi gati, Në idenë e zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm. Idenë që nuk jeni gati që ju të shiheni si produkt turistik si rajoni. Pra keni shumë punë, nuk konkurroni dot akoma. Rajonin, që ta theksojmë, se është e rëndësishme, rajonin nuk konkurrojmë dot, se po dolëm përtej duhet me vështirë. Pra Shqipëria është bërë pjesë e detyrueshme e paketës turistike që fillon nga Greqia deri në Kroaci. Sa më shumë të marrim nga kjo paketë, aq më interes do ketë për qeverinë edhe për popullin. Po, bën këtë diçka të fundit apo? Jo, kisha shumë fakt, po të më drejtoni ty, po doja të thoja diçka. Ju flisni gjithmonë për jugun dhe veriun prekën këtu. T'ju them diçka. Adriatiku në pjesën e mesme të Shqipërisë është i frikshëm për mbeturinat që vijnë nga qytetet shqiptare në kështu. Është kreti pa qëndrueshëm. Dhe ajo shfrytëzohet nga një pjesë e varfër e popullsisë shqiptare. Është jashtëzakonisht shqetësuese. Dhe kjo prej disa qeverive është njerëz të ndryshëm, individ të ndryshëm, operator turistik e kanë ngritur si shqetësim, por nuk bën përshtypje fare. Po këto një pjesë e kemi është identifikuar zona? Të them gjithë vendet ku derdhet Shkumbini, ku derdhet Tishmi, ku derdhet Erzeni, është e frikshme po të shkosh, të shikosh sasinë e mbeturinave që vijnë nga qendra e Shqipërisë, nga qytetet e Shqipërisë. Sedimentet është jo thjesht problematik për ndotje e të gjithë mjedisit, por neve këtë në një farë mënyrë e investojmë edhe në Adriatik. Sigurisht. Dhe kjo shkon deri në Malësi nëpërmjet kësaj. Dhe uroj që Shqipëria ka dy asete shumë të mëdha, që është njeriu dhe natyra. Besoj ke këto të dyja. Ky është aseti më i madh i Shqipërisë. Si njeriu dhe natyra. Njeriu dhe natyra. Faleminderit për këtë pjesë sonin. Faleminderit Arbër Kadia, Zaktopulli dhe Benandoni. Në pjesën tjetër të emisionit do të jemi me ministren e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit Milva Ekonomi. Folëm për problemet që ka sektori i turizmit në Shqipëri, por do të flas me autoritetin përgjegjës, ministren e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Milva Ekonomi. Faleminderit që je këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Sa pritet të jetë numri i turistëve që do ta vizitojnë Shqipërinë këtë vit? Kam parasysh vjet rreth 3.5 milion turistë, që mendoj janë më shumë të huaj që vinë, pastaj kemi një debate të gjata për llogaritjen, për formulën që përdorin. Numri të huajve që vizituan, numri vizitorëve që hyrën në Shqipëri vjet është identifikuar që ishte 3.945.000. Dhe këtë e ka dhënë Banka e Shqipërisë nëpërmjet bilancit pagesave, e ka konfirmuar Ministria e Brendshme, por gjithashtu e raporton edhe një nga agjencitë që merret me grumbullimin e dënave që quhet World Travel and Tourism Center, dhe ato këtë numër i japin, dhe kjo shifër tregon që rritja e turistëve në Shqipëri në krahasim me vitin 2014 ishte rreth 13.8%. Shifrat e tremujorit të parë të 2016-s krahasuar me tremujorin e parë të 2015-s tregon që ka një rritje prej 14%. Duke u nisur edhe nga shifra e krahasuar 15-14 dhe nga kjo mendohet që progresioni të rrinë në të njëjtin nivel, domethënë kemi një rritje me 14% të numrit të turistëve që ta vizitojnë vendin tonë për këtë vit. Këto janë pak a shumë shifrat që ne kemi. Që priten. Dhe pritshmëria deri tani është brenda limiteve progresiste që kemi parashikuar neve. Dhe si është përgatitja përse takon kapacitetit që kemi për të mikpritur turistët? Tani, Shqipëria është një vend i cili ofron disa lloj mundësirash për të bërë turizëm, mbase ju e keni dëgjuar edhe në pjesën e parë që Shqipëria ka fatin e mirë që ka një natyrë me shumë komponent, domethënë ka detin, ka kodrën, ka malin, ka edhe pyllin, dhe të gjitha këto trashëgimin kulturore, po flisja për pjesën natyrore që e bën një turist të atraktuar nga pikërisht nga natyra. Pastaj në Shqipëri mund të shtojmë padyshim trashëgiminë kulturore, mund të shtojmë edhe një karakteristikë që është ajo më e mira që ka Shqipëria, që është mikpritja popullore. Kudo që shkon nëpër Shqipëri, njerëzit në përgjithësi janë shumë të dashur dhe të afruar me mikun e huaj që vjen, pavarësisht nga rastet që mund të kenë ndodhur në vite, po tendenca është e tillë, domethënë të gjenden afër në çdo moment që ke nevojë për informacion, ke nevojë për të kuptuar më shumë si vjen jeta e një zone të caktuar.
Duke pasur këtë lloj mundësie, mund të themi që edhe strukturat që akomodojnë turistët janë të lidhura me këto 3 dimensione natyrore. Ne kemi hotelet që janë pranë brigjeve ujore, në për zonat tona kodrinore gjithashtu përdorim hotelet dhe shtëpitë që jepen me qira, ndërsa kryesisht në zonat malore ne përdorim më shumë guest house sesa ndonjë nga këto strukturat. Të gjitha këto struktura kanë bërë të mundur që ne të kemi një lloj përllogaritje të numrit të shtretërve, dhe për llogaritja e numrit të shtretërve për ato që quhen struktura akomoduese direkte, që janë hotelet dhe guest house-et, të shkojë rreth 67.000, po ndërkohë në vit. Ndërkohë llogaritjen dhe shtëpitë që jepen me qira dhe shtëpitë që jepen dhe ato e trefishojnë numrin e strukturave akomoduese, që kështu kur neve kemi bërë këtë për llogaritje të ndihmuar nga asistenca teknike gjermane, nga 67.000 që është numri i shtetërve sipas strukturave të regjistruara, numri atyre që ofrohen e trefishon këtë e çon rreth në 200.000 shtetër mundësinë e akomodimit në Shqipëri për një natë të vetme. Dhe shfrytëzohet kjo mundësi? Shfrytëzohet kjo mundësi, por sa shumë është dhe kjo një çështje tjetër. Përgjithsisht turistët në Shqipëri net qëndrimi nuk e kanë shumë të gjatë, e kanë të shkurtër, megjithatë në vitin 2015 u vure që kohëzgjatja e net qëndrimeve u rrit me 7%. Do thotë që ato konsumojnë pak më shumë edhe fjetje, konsumojnë pak më shumë edhe shërbime në Shqipëri. Kjo ishte një e dhënë e rëndësishme e cila duhet bëhet objekt për të siguruar edhe më shumë jetëgjatësitë net qëndrimeve. Turizmi sigurisht është një sektor i rëndësishëm, nuk e di nëse është e saktë shifra që kam 6% të GDP-s vjen prej sektorit të turizmit dhe të paktën dhe nga debati që u bë në pjesët e para të emisionit, ajo çfarë të ftuarit e mi ngritën si shqetësim është organizimi, strukturimi i turizmit, ndarja e modelit ku duam të fokusohemi më shumë. Do shkojmë tek turizmi elitar, tek ai masiv ndoshta nuk e bëjmë dot, turizmin kulturor, turizmin malor. Flitet shumë, ata folën edhe për qeverinë, kuptimin dhe retorikën që përdor, por kur shkojmë në terren tonë nuk ndjehet që ka një dorë organizuese, strukturuese. Si është e vërteta? Tani, në përgjithësi, turizmi është një nga ato sektorët që qeveritë, jo vetëm në Shqipëri, por qeveritë kudo, japin orientime dhe është më shumë sektor që lihet në dorë zhvilluesit privat. Është koncepti i turizmit, sepse tur operatorët, agjensitë, guidat, hotelet janë më shumë struktura private. Ajo që orientojnë qeveritë është drejtimi ku do shkojë turizmi. Në fakt, në këtë program qeverisës, mbase mund ta keni dëgjuar që një nga fushat e rëndësishme të zhvillimit ekonomik është dhe turizmi. I është vënë shumë vëmendje turizmit. Po për çfarë i është vënë vëmendje? E para që ne duhet të shtojmë kapacitetet akomoduese, se këtë gjë e kemi vënë re që është një pengesë për thithjen e më shumë turistëve, sidomos në situatë ku geopolitika po lëviz vendet e sigurta turistike të dikurshme nuk janë më. Prandaj neve duhet të përshpejtojmë këtë. E dyta gjë e rëndësishme është që dhe këtu kemi thënë që ne nuk kemi breg aq të gjerë saç ka Turqia, Maroku, Tunizia për të zhvilluar resortet e mëdha turistike. Kuptoj, po të paktën konkurrojmë Malezi që ka shumë të vogël siç e ka Malezi. E dyta gjë që është vënë si qëllim zhvillimi janë zhvillimi i marinave. Dhe për këtë gjë po punohet, është punuar, do vazhdohet të punohet për marinat. Dhe e treta gjë e rëndësishme është që ne të kalojmë, të bëjmë të lidhjen det, Kodër, mal. Dhe për këtë arsye duhet kemi produkte turistike që lidhin të treja pjesët e natyrës. Por ne, kur të bëjmë të lidhjen e pjesëve të natyrës, do na duhet shumë fort që të përdorim një element lidhës, që në këtë rast mund të jetë trashëgimnia kulturore ose biodiversiteti që ne kemi. Tani, kur themi trashëgimnia kulturore, ju e keni vënë re që po bëhen disa aksione që ndihmojnë turizmin, që janë rivitalizimet e qendrave tona të trashëgimisë kulturore. Po riçelen kisha, po akomodohen pjesë të ndryshme të kishave të vogla, po rregullohen muze, po rregullohen kala, në mënyrë që të bëhet dhe më shumë e mundshme lëvizja e turistëve. Për sa i takon agroturizmit, jemi përpjekur që në këtë periudhë të stimulojmë aktivitete që sillin vënë në duke prodhimin autentik bujqësor shqiptar. Për shembull, në përpjekjet privatëve, jo të ndërkohë bëhen për shembull shteti për rregullimin e sajteve të trashëgimisë kulturore është përpjekje shtetërore. Ose Terra Madre ishte gjithashtu një përpjekje bashkë me shtetin. Ministria e Bujqësisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Tregtisë ishte pjesë përbërëse Terra Madre, sepse duam të iniciojmë dhe të incentivojmë ato gjëra që i shërbejnë turizmit. Dhe ju e pat që për shembull Terra Madre u drejtua në 2 zona kryesore, Përmet edhe në Tamar. Dhe aty ka dhe programe të mbështetjes së qeverisë italiane që punojnë me Ministrinë e Ekonomisë për këto zona.
më thënë, është dhënë një lloj drejtimi. Nga ana tjetër, është rëndësishme të themi që në turizëm ne aktualisht kemi një ligj për turizmin, i cili daton në maj korrik të vitit 2014, dhe ai kërkon të organizojmë shumë akte në ligjore për të përmirësuar turizmin. Një nga aktet e rëndësishme në ligjore është krijimi atij që quhet Bordi Këshillimor i Sektorit Privat të Turizmit. Pikërisht për faktin që turizmi duhet sjellë risitë e sektorit privat për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori në vend. Reflektoj risit. Ka 3 vjet që nuk ka strategji kombëtare për turizmin. Sa? Është e vërtet. Ka një draft strategji e cila, sipas mendimit tim, ka nevojë për më shumë punë. Unë personalisht, se tani më bie të them në mënyrë personale këtë gjë, jam angazhuar shumë ta përmirësoj strategjinë. Kemi parë disa modele, ka modele nga Kroacia që janë modele shumë të mira, Maqedonia ka model shumë të mirë, Malizi ka model shumë të mirë, ka model shumë të mirë Costa Rica, që është një nga vendet që mbahet si pioner për strategjinë e turizmit. Do të thënë, është mbajtur peng sepse nuk është ndarë mendja për cilin model do punohet? Jo, kam përshtypjen që lidhet edhe me 2 faktorë të tjerë. Para që ne vendosëm të kemi një plan rregullues të territorit pak të më të stabilizuar, dhe ju e dini që plani rregullues i territorit në nivel kombëtar u miratua para 2 javësh, po ashtu dhe plani i Bregdetit. Nuk është se kjo e mbajti peng, sepse mënyra se do të zhvillosh turizmin nuk ka të bëjë shumë se si është plani rregullues. Vendos linjat kryesore ku do shkosh, po ndërkohë që ka nevojë për pak më shumë përpunim ajo. Dhe aktualisht në ministri, nëse mund të shërbej kjo informacioni, është rivitalizuar grupi punës për bërjen e strategjisë, po ka nevojë për një strategji e cila këto element që unë po them që butik resort, pjesa e marinave dhe pjesa e janë të përfshira, janë pjesë të përfshira. Problem tjetër që është ngritur në vitën fakt nga operatorët turistik ka qenë ulja e TVSH-s. Heqja në fakt, por pastaj u përfundua në ulje. Gjë që sërish nuk u realizua fal presionit, nuk e di se si mund ta quajmë të FMN-s, e cilat nuk është dakord për përjashtimin. Megjithatë, zoti Zaktopuzi sugjeronte që Maqedonia e ka zgjidhur ndryshe, ka subvencionuar atë ulje që nuk ja bën dot në taks, ja jep me subvencionim. A do përdoret ky model dhe pse nuk ndihmohet sektori edhe me subvencionime nëse kjo është mënyra për t'i dhënë një dorë atyre? Tani ju e dini që sapo ka mbaruar negociata me FMN dhe po fillon programi të hartohet për gjithë operatorët ekonomik në Shqipëri. Praktikisht me Agjencinë Shqiptare të Turizmit edhe me këtë KKSPT-n, që është grupi këshillimor i sektorit privat, që atashohet rreth ministrisë, më shumë rreth ministrit, ne jemi konsultuar disa herë për të bërë një format propozimi për Ministrinë e Financave. Dhe në fakt unë kam takuar ATën, kam takuar dhe bordin e këshillimor të ATës për të folur për këtë gjë. Tani përsa i takon pjesës prekjes së TVSH-s, si do jetë një vendim që mund ta marrë Ministria e Financave, por natyrisht duhet parë dhe në kontekstin ku ne po jetojmë, ne kemi një problem me informalitetin aktualisht në Shqipëri. Dhe në fakt është vetë sektori privat i turizmit që po kërkon dhe betejë të madhe kundër informalitetit, sepse nuk përfitojnë në mënyrë të barabartë dhe hotele që janë në të njëjtën zonë. Që kështu, në momentin që luftojmë kundër informalitetit, unë besoj që prekja e TVSH-s, bërja e një vrime në sistemin e TVSH-s, do jetë shumë e vështirë që të rikuperohet nesër. Prandaj kjo do të ishte një propozim i një afati të dytë. Dhe për një propozim të një afati të parë, ajo që bëm është që u konsultuam pak me Maqedoninë, si operon Maqedonia për subvencionimin. Për subvencionimin. Dhe pavarësisht ata e kanë TVSH-n 7%. Ato e kanë 5% TVSH-n, nga 18 e ka vendi, 5 e ka turizmi, po për tur operatorët ato kanë bërë diçka tjetër, por nuk kanë informalitet. Maqedonia e ka informalitetin 22%, Shqipëria e ka 60%. E kemi shumë të madhe. E kemi në momente që e ka qenë diferencë shumë e madhe e informaliteti. Ndërkohë një gjë tjetër e rëndësishme në Maqedoni është që edhe subvencioni bëhet tur operatorëve, të cilët çfarë bëjnë tur operatorët? Bëjnë shitje me shumicë të paketës turistike. Në Shqipëri dhe kjo pjesë është deri diku informale, e pa zhvilluar. Kështu dhe po të shikojmë te QKB-ja, se si regjistrohet një biznes, dhe po të shikojmë te Instati, nuk është aq shumë e ndar pjesa. Unë jam një agjenci dhe shes bileta të pakta dhe unë jam një tur operator dhe shes biletat të shumta. Në çdo rast, kur tur operatorët dhe agjencitë do shisnin më shumë se 10 bileta për një grup turistësh, që do rinin më shumë se 3 net, se kështu e bën Maqedonia, ato japin një
incentiv fiskale që shkon nga 5 deri në 15 euro për person varet nga kozgjatja. Që kjo është një masë ne po mendohet dhe subvencionimi dhe modeli Maqedonisë ndoshta? Po mendohet subvencionimi, po jemi duke bërë ca llogaritje. Domethënë shikojmë gjithë agjencitë që kemi, numrin e turistëve që ju a thash se Silvio Vis tani dhe po mendohet për këtë. Ka vetëm një logjik thjesht, nëse vjen 6% e GDP-s vjen nga turizmi, ndoshta diçka duhet kthyer mbrapsht. Duhet kthyer mbrapsht. Është një nga gjërat që po mendohet. Duhet menduar që të ndihmohet edhe si sektor. Po ndihmohet me një gjë nëse mund të ndihmojë. Për shembull, ne kemi një program ndihme të qeverisë italiane për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që jep kredi dhe fondi i garancisë menaxhohet dhe suportohet, subvencionohet nga shteti. Ndërkohë dhe me qeverinë italiane është folur që në këtë periudhë ky fond i cili është drejtuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të përfshijë dhe pjesën e industrisë turizmit, sidomos për strukturat akomoduese që kanë nevojë ta hapin sipërfaqen e tyre të akomodimit. Ti marrin pak problemet me radhë? Patjetër. Janë shumë. Fatkeqësisht u përmend dhe gjatë panelit të mëparshëm, zonja ministre, dhe jam e bindur që ju jeni ndjeni. Flasim për sezon turistik dhe përmendi vetëm Korrikun dhe Gushtin. A do të ishte bërë diçka më shumë që të paktën këtë vit mos ndodhte kështu? Tani duhet ishte bërë diçka më shumë, po bëhet diçka më shumë, po ju do gjeni vitin që vjen diçka më shumë. E rëndësishme është që ne mos kemi sezon turistik. Ne duhet kemi sezon turistik gjithvjetor, që fillon nga janari dhe mbaron në dhjetor, dhe sezoni turistik veror është një gjë që lidhet me temperaturën e ujit. Ky është koncepti që po diskutojmë, domethënë që duhet kemi një kalendar aktivitetesh që fillojnë janar dhe mbarojnë dhjetor. Dhe përgjegjëse për këtë kalendar aktivitete duhet jetë zyra kombëtare e turizmit, Agjencia Kombëtare e Turizmit, e cila aktualisht po përdison websajtin e vet, sikurse e kanë gjithë agjencitë si motra dhe në Kroaci dhe në Maltëzi dhe në Maqedoni. Për këtë gjë. Megjithatë, ata që do bëjnë pushime këtë vit në Shqipëri e kanë ndarë mendjen do vinë në Shqipëri apo jo. Në kuptimin që mund të themi që ky sezon po kalon me shumë probleme dhe nuk u arrit dot aty ku duhet kishim synuar një maksimum përpjekjesh. T'ja e marrin problemet me radhë. Të shkollës së zbresësh në jug të vendit është një kantierë ndërtimi. Mungon energjia elektrike. Kanë filluar inflacioni i çmimeve. Këto janë marrë edhe nga një deklaratë shtypje e Agjencisë Shqiptare të Turizmit të para 2-3 ditëve. Mungesa e energjisë, inflacion çmimeve e shoqatës. Nuk jepen kuponat atimor që t'jemi të vetëdijshëm në jug të vendit, aty ku bëhen plazhet, paktën sepse fatkeqësisht sezoni turistik Shqipëri lidhet me plazhin, me detin. Gjithë këto probleme tani të paktën kantieri ndërtimi mund të ishte shmangur? Tani ma do mundja që për të ndërtuar një rrugë ne nuk e bëjmë dot më shpejt se sa një vit. Nuk jemi të zot të bëjmë rrugë, të ndërtojmë rrugë shumë shpejt, që kështu në ndërtimi i rrugës së jugut do të ishte një pjesë e cila do vazhdonte edhe për më gjatë se sa një sezon turistik që domethënë ne duhet të shpresojmë që do jetë më e mira nesër, do jetë shumë shpejt më e mira. Ajo rrugë do përfundohet, që është shumë e rëndësishme kjo. Ndërkohë për të shkuar në jug natyrisht që është më e vështirë se sa kur rruga ishte jo në proces ndërtimi, por ajo që do vijë mbas kësaj do jetë shumë pozitive, që kështu unë besoj që pavarësisht nga kjo situatë që kemi, duhet bëjmë pak durim për të parë një rrugë më të cilësishme. Edhe për energjinë elektrike, është një deklaratë që ka bërë OSHE-ja pikërisht për këtë gjë, duke thënë që do ketë një rregullim të fijeve elektrike dhe të gjithë sistemit që ato menaxhojnë energjinë elektrike të furnizimit deri në periudhën 30 qershor dhe pastaj situata do stabilizohet për Korrikun dhe Gushtin, duke rifilluar sërish në shtator që të bëjmë përmirësimin. Gjithu Naza Jugu do ketë përmirësim dhe infrastrukturor edhe energjetik. Nuk bëheshin dot investime dhe përmirësime më herët? Ka kohën e vetë procedura, mbase mund të ishte bërë më herët, por jo shumë më herët. Do lëviznim me punë javësh, ditësh, po jo shumë herët sepse gjithë procedura shtetërore e përdorimit të fondeve kalon në një zinxhir hallkash që janë të detyrueshme, nuk është se mund t'i shmandesh. Kush duhet ta mbajë përgjegjësinë për inflacionin që ndodh me çmimet që rriten në mënyrë katastrofike? Tani, unë u përpoqja, meqenëse ju më kishit bërë thirrjen për të ardhur në emision, u përpoqja që të bëja edhe një parje të çmimeve që kemi ne. Problemi i çmimeve në Shqipëri dhe çmimet siç janë në Shqipëri nuk është një problem aq largues për turizmin, sepse po të shikon çmimet e krahasuara që kemi neve, është... Mirë, po duhet parë dhe me shërbimin që merr. Me shërbimin që merr, patjetër. Për shembull, ju e patë që në një gazetë angleze bëhej reklam që shkon në plazhet e Shqipërisë. 1 pound është bira që nuk më duket se është e vërtet. Në jug nuk ka birë 1 pound. Tani, për shembull, unë shikoj që në Maqedoni, bira lokale, që është gjysmë litri, bën 1,62 euro. Në Shqipëri nuk është kaq.
ose një cappuccino në Maqedoni bën 1.27 euro. Do marrim një nivel mesatar. Mesatar çmimit kam marrë dhe unë, domethënë edhe po të shikojmë cappuccino në Shqipëri bën 1.04 euro, ndërsa bira lokale bën 0.73 euro. Domethënë çmimet edhe unë bëra kërkimin tim që tisha e përgatitur, nuk janë as që janë konkurruese çmime. Ata turistë të mërzitur që shkruajnë në Facebook me mbledh për çmime dhe për abuzimet në tepër. Se nuk është problemi që në pushime e toleron një çmim. Po, domethënë besoj që abuzimi është pak fyes edhe mund të jetë për një domethënë sepse këto janë të dhëna mesatare për zonat. Dhe të dhënat mesatare tregojnë që Shqipëria ka avantazh në çmime, nuk jemi aq shumë të shtrenjtë për këtë gjë. Ndërsa rasti një turisti, nuk e përjashtoj fare pak kënaqësinë e një turisti, por ndërkohë halli është që sa shumë social media ka të tilla, të cilat duhet të kenë edhe një reagim të shpejtë edhe nga agjencia dhe nga shoqata e turizmit. Domethënë ne kemi një problem që është problemi padyshim i energjisë elektrike, ne kemi problem që është problemi i infrastrukturës, por këto janë probleme zhvillimore në një lloj mënyre që nesër mund të bëjnë situatën më mirë. Do jetojmë, na duhet një çik përkushtim që ta mendojmë që do jetë pak më mirë. Dhe kjo do na e bëjë që ta besojmë që turizmin e kemi forcë shtytëse të ekonomisë. Mirë, megjithatë ndoshta shumica bëjnë prenotime paketa që nuk rinë në Shqipëri, mund të ikin jashtë, edhe për shkak të këtyre elementeve. Prisni të ketë në një rënje të turistëve vendas që do të qëndrojnë brenda, pavarësisht duke pasur parasysh sulmet e dieshme në Stamboll, edhe shumë shqiptarë që zgjedhin Turqinë si destinacion. Dëshira për të lëvizur, për të provuar turizëm tjetër, unë besoj që lidhet me dëshirën që ka individi dhe me mundësitë që ka, që kështu nuk e besoj që do jetë kufizuese kjo gjë, besoj që do jetë njësoj, domethënë, por ne po përpiqemi për këtë sezon po përpiqemi të shtojmë shumë ato që vinë, jo incoming tourist që të vinë në Shqipëri. Ndërkohë për incoming tourist po përdorim edhe një gjë tjetër që është e rëndësishme, sepse jo të gjithë turistët kanë qef detin. Shqipëria ka male shumë të bukura, ka zona ujore të tjera që ka shumë të bukura, për shembull pjesa e Valbonës ka liçenin e Komanit që është edhe ai gjithashtu një nga gjërat e rëndësishme që ne kemi për të promovuar. Sa pa e shkatruar hecës. Ndërkohë një nga situatat që kemi vënë re është për shembull që në zonat tona malore ka nevojë që të bëhen treqet, pathet, shtigjet e kalimit kur një turist kërkon të vizitojë të shënjuarat, kur kërkon të vizitojë malin. Ka disa projekte të vogla, domethënë që ajo nisi si iniciative disa njerëzve që duan natyre në Shqipëri dhe pastaj u mbështet nga ambasada çeke, ajo austriake dhe ajo polake, bën një shembull në malin e Dajtin dhe bën dhe një shembull gjermanët në Theth dhe po ta vini re është marr shumë. Ka dhe një përpjekje në Lepush, po përpiqen ta bëjnë tani. Po e bëjnë ditën dhe e prishin natën shenjën, po nga të pak nga informacione që pata unë kur isha aty, nuk ishin shumë të kënaqur në mënyrën se si reagon dhe komunitetin. Domethënë duhet ta mendojmë që kjo është një gjë shumë e rëndësishme për vendin. Prandaj kur mendohet dhe fushata e dashurisë turistike për Shqipërinë, nuk duhet kemi parasysh vetëm ato që quhen incoming tourist, po duhet lëvizim fort edhe për domestic, për turizmin nacional, kombëtar vendas. Dhe për turizmin vendas ne kemi shumë aktivitete. Për shembull, bashkitë sot kanë kuptuar që po të kenë për qark edhe shembull i mirë Shkorça. Korça me ditën e Lakrorit dhe me ditën e birës ka bërë një shembull shumë të mirë për gjitha bashkitë, sepse kuptojnë që kanë një ngjarje të rëndësishme ku e ardhura e tyre fillon dhe shtohet dhe bashkia ose zona e tyre merr një emër dhe një zë të veçantë në gjithë kalendarin turistik të vitit dhe këtë po përpiqemi të promovojmë. Gjithashtu po përpiqemi të promovojmë edhe faktin që shkollat duhet të përdorin Dajtin, sikur ne dikur përdornim Dajtin, për ekskursione dhe për të tjera lëvizje të rëndësishme që i bëjnë jetës turistike të vendit. Po përpiqemi të stimulojmë dhe turizmin vendas. Nuk e harrova, po e lash për ta trajtuar më vete problemin e mbeturinave. Dhe jo vetëm papastërtinë të plazhit, po mbeturina që hidhen në det, veçanërisht në zonën e Adriatikut, që është një nga zonat më problematike. Çfarë po bëhet? Tani, ne me urdhër të kryeministrit është ngritur një task force që merret ka filluar që në shkurt të bëj gati përgatitjet për sezonin turistik veror. Edhe këtu ka qenë debati që si do jetë ky kalendari ynë turistik, që kemi rënë dakord për të hapur gjithë vitin. Ndërkohë atje ka ministrit ndryshme që ulen rreth task forces dhe ndahen disa detyra. Për shembull, një nga detyrat që u nda dhe ishte më e lehtë për tu arritur ishte fakti se si duhet ta hapim hapësirën e vizave të atyre që janë turist të huaj, domethënë incoming tourist, dhe duhet vinë në Shqipëri. Ukrainasit kërkonin për shembull një hapësirë për vizë në Shqipëri pak më të hershme se sa e kishin zakonisht. Natyrisht me diskutime me ministrin e jashtme kjo u arrit. Po ashtu kërkojnë edhe vende të tjera, Izraeli ose
ose kinezët, ose rusët, dhe ne për këto gjëra u përpoqëm që ta hapnim hapësirën turistike për turistët që vinin nga jashtë. E para. E dyta, ajo që bëm ishte që u përpoqëm me Ministrinë e Kulturës të vendosim orare muzesh edhe sajtesh kulturore që të ishin të ndryshëm nga ato që kemi zakonisht. Për shembull, e dila nuk mund të jetë një ditë pushimi. Dhe natyrisht është mirë që në sezonin pik që ne kemi turizmin veror të ishin të hapura për gjatë gjithë javës, edhe pa prezencën e një guide. Mjafton të kishte njëroje sepse mund të ishte dhe të lehtësojë turistin e huaj të shikonte sajtin turistik ku ai shkonte. Përveç saj u diskutua lidhur me mbeturina. Tani në VKM-n e re që ka dalë lidhur me menaxhimin e plazhit, ne kemi marrë përsipër një gjë që ndarja e re territoriale e vendit i fuqizon bashkitë me disa kompetenca, por gjithashtu i jep të drejtën të menaxhojnë territorin. Bashkitë që janë bregujore kanë detyrë të menaxhojnë territorin e plazhit. Kuptoj, kush i po ju dëgjon tani thon po kaloni përgjegjësinë? Jo, nuk po kalojmë përgjegjësinë sepse përgjegjësia vendor, duke menduar që është hera e parë që ardhet territoriale. Jo, problemi është që duhet bëjmë diçka, nuk është, domethënë nëse bashkia nuk e bëm, duhet të ne. Sezoni turistik është për gjithë, nuk është vetëm për bashkinë dhe për ministrin, duhet punojmë bashkë. Kjo është padyshim. Tani çfarë mund të bëjmë ne nga ministria? Ne nga ministria mund të bëjmë që të shikojmë se si është situata dhe për këtë gjë po bëjmë një inspektim për gjithë bregun dhe të ndërhyjmë atje ku është e nevojshme. Unë mund të them një rast që është rasti i pardjeshëm, shkuam në Golem, një qytetar mori në telefon dhe tha kemi probleme me plerat me ujin dhe me ndriçimin. U shkua atje, u fol me bashkinë për të bërë një ndërhyrje ad hoc tek ajo pjesë atje. Nuk është se zgjidh ndërhyrje ad hoc të gjën, sepse kjo kërkon një filozofi tjetër, por të paktën për sezonin turistik, pushuesve të vijmë në shërbim me gjithë nevojat që kanë, që kështu për këtë gjë po përpiqemi shumë, nuk është përgjegjësi e lënë. Natyrisht është e tyre, por në këtë moment nuk mund t'i lëmë vetëm. Në fund është e gjithëve. Po, nuk mund t'i lëmë vetëm. Kam publicitet, rikthehemi një herë me Ministrën e Ekonomi. Po flasim për turizmi, potencialin e vendit, filozofin, vizionin, çfarë turizmi synojmë ne të zhvillojmë më tepër? Një model hibrid, një model për caktuar tashmë, a ka një vizion të qartë se çfarë turizmi duam të nxisim? Ne duam të nxisim një turizëm i cili stimulon të ardhurat kombëtare, e bën ekonominë gjithëpërfshirëse, domethënë i shërben inclusive growth që quhet, dhe ndërkohë rrit punësimin. Dhe për këtë arsye edhe kur diskutojmë për turizmin, nga ndonjëherë themi që në këto kushte që jemi ne është shumë e rëndësishme ta kthejmë turizmin gati si një lëvizje sociale. Juve sapo thatë që në Lëpush nuk po lejonin të vinin shenjat sepse jo janë vjen shenjat nga të huajt kryesisht që rinë në mënyrë vullnetare. Dhe ndërkohë nesër nuk i gjejnë. Duhet të përpiqemi shumë fort që të besojë që turizmi, domethënë, dhe në një lloj mënyre është dhe krenari. Sidomos në momentin kur ne zhvillojmë turizmin rural ka treguar që e para punës nxjerr nga varfëria shumë familje, e dyta punës bën një gjë të rëndësishme që është i jep fuqi grave në komunitet, dhe ju e dini që ne e kemi në platformën tonë të politikës fuqizimin ekonomik të grave, dhe treta gjë që bën është që për këto njerëz që jetojnë në ato zona i jep krenari që janë pjesë e këtyre zonave. Tani, duke pasur këto si element, themi që ky është modeli që duam ndërtojmë. Ne duam ndërtojmë një turizëm i cili i jep mundësi ekonomisë të zhvillohet dhe bëhet gjithëpërfshirës, duke synuar bregun, Kodrën dhe Malin. Ben Andoni kishte merak të pyesja për qendrën zejtare të Durrësit antik, që u shkatrua. Se nuk u bë diçka për të shpëtuar atë. Nuk di të përgjigjem tamam, po me siguri do t'ju marr një përgjigje për t'ju thënë për këtë gjë, sepse ajo është nga ato asetet që duhet ta aktualisht është ndërtuar atje, janë bërë pallate dhe nuk ekziston më qendra zejtare. Është e bërë për ca vite më parë, kam përshtypjen dhe ca vite më herët. Ca vite më herët dhe është që ne po mendojmë shumë që Durrësi duhet të jetë një nga ato porte siç duhet të jetë dhe Vlora, një nga ato porte që bëhet krenaria e Shqipërisë. Ti hyn dhe shikon të shërbesi balkon ujor për të parë sa i bukur është qyteti i Durrësit dhe i Vlorës. Dhe natyrisht kur shkon në Durrës kene shumë nevojë të shikosh se ku është pjesa e trashëgimisë kulturore. Se dikush vjen për trashëgimi kulturore, për shembull kur do të atraktosh turistë që të vinë në vendin tënd, duhet të kesh shumë mirë parasysh se si ke për ta bërë modelin që do marketosh tek ai grup turistësh.
Më shumë, kur ne shkojmë në Japoni, e kemi përdorur një element në Japoni, ne nuk mund të shkojmë atje dhe të targetojmë modelin e bregut. Nuk ka nevojë për det japonezi. Ka shumë nevojë për të kuptuar ku i kemi sajtet UNESCO, se për atë janë kryesisht turistë kulturor. Dhe që kështu vim për këtë gjë dhe sajtet e UNESCO-s janë ato që promovohen më shumë kur shkon në një popullsi që është Japonia. Ndërsa kur shkon në një popullsi siç është për shembull Kosova, ku tani ne nuk kemi fare nevojë të shkojmë në Kosovë për të bërë, vetëm se duhet bëjmë aktivitete të përbashkëta. Tani duhet t'i mbajmë se tani që liberalizuan vizat mund t'ikin ata prej nesh. Duhet t'i flasim mirë për detin dhe dua t'ju them tjetrën që her pas here në komentet që vinë në mediat sociale për cilësinë e plazheve, ne i referohemi shumë edhe komenteve që bëjnë pushtetit kosovar dhe kur ato kanë vëmendje ose vërejtje, natyrisht që ato ndiqen me shumë kujdes, sepse për ne janë pushues të rregullt edhe që i kanë dhënë këtë hovë turizmit në vendin tonë. Ka një moto këtë vit për turizmin? Ka moto. Moto është ajo që ka qenë prej 2 vitesh, Albania Going Your Own Way, dhe ne mendojmë që zakonisht mos i lëvizim motot më shpesh se sa 5 vjet, sepse ndërkohë duhet familiarizohet pak turisti me moton tonë. A pati përfitime Shqipëria për turizmin nga kampionati europian dhe përfaqësimi i kombëtares sonë në Francë? E para duhet them po me zë shumë të plot, po. Sepse merita kryesore unë them që përveç skuadrës... Shpresoj që të bëjmë maksimumin e këtij përfitimi që patëm. Përveç skuadrës që ishte apo ngelen trafik. Jo, duhet bëjmë një gjë. Po këto duan kohën e vetë rregullohen. Përveç skuadrës që luajti shumë mirë, ne patëm edhe një publik tifozësh që treguan që jemi popull i rregullt, jemi një popull shumë simpatik, dim të gëzojmë, u treguam që jemi edhe aty shumë mirënjohës gjithë lojtarëve tanë, domethënë treguam Shqipërinë, treguam shqiptarin. Por nga ana tjetër edhe vetë Agjencia Kombëtare e Turizmit mori përsipër që të bënte diçka, ju po çfaqnin disa foto. Ne shkuam atje, ju e shikoni që është Albania Going Your Own Way, quam edhe qeleshe dhe disa nga qeleshet u përdorën edhe gjatë ndeshjeve u përdorën, ndërkohë që u pa me shumë kënaqësi edhe nga gjithë zona ku ishte shtëpia e të kujve që quhej, ku ishte vendosur kombëtarja jonë, dhe disa nga këto pasaporta që e shikoni Albanian Tourist Passport, ju shpërndan edhe figurave të njohura që ishin atje, si për shembull Debiazit edhe kryetarit. Po këto janë figurative, nuk janë Albanian Tourist Passport. To janë reale, ndërkohë janë pasaporta turistike, ku ka disa informacione për sajtet turistike të Shqipërisë. Ne bëm... Si reagonin francezët kur shikonin? Nuk ishte shumë njohuri, në fakt, për Shqipërinë, dhe për neve ishte ngjarje shumë e rëndësishme, sidomos kur ti tregoje, aty ishte shumë botime që tregonin sajtet caktuar të Shqipërisë. Berati ishte atje, gjithë jugu ishte atje, Thethi ishte atje, që kështu, kur shikonin këto sajtet turistike të Shqipërisë, kishte kuriozitet shumë të madh, po edhe për të kuptuar më shumë që çfarë ofron Shqipëria, çfarë janë gjërat që ofron Shqipëria. Kthejmë dhe njerë tek problemet. Ndjes, po mirë është kur i diskutojmë dhe ndoshta shpresojmë të zgjidhim. Është formalizuar tregu i apartamenteve me qeran që përmendet pak më herët që e rrisin kapacitetin e shtretërve që ne kemi? Tani, mua duhet të them që ky është në proces, është një proces i vështirë formalizimi, sepse ju e dini shumë mirë që Airbnb, që është një nga format e reja të dhënies me qira dhe të akomodimit të njerëzve që shkojnë në sajte të ndryshme, nuk është se është një treg që është i rregulluar edhe në botën ndërkombëtare, është një treg i cili gjithashtu është disi informal, por në disa vende ato kanë mundësi të deklarojnë të ardhurat personale dhe të mbahen tatim për këtë pjesën e të ardhurat personale. Në Shqipëri, ky modeli është një model i ri, njerëzit fitojnë nga ky lloj aktiviteti. Kontrollohet deklarimi që bëjmë për të ardhurat personale apo jo, është një çështje që është në ndjekje, po nuk është se ka shumë situata që mund të raportosh sot për këtë gjendje. Plazhet publike. Kush i administron plazhet publike? Ka shqetësim tek turistët potencial që për një shezlon duhet paguajnë shifra stratosferike? Atëre, vija e plazhit është një vijë që administron bashkia, dhe bashkisë i është dhënë një detyrë dhe i është thënë që do përdorni një kriter i cili është minimalist, në kuptimin që 80% e vijës plazhit mund të jepet privatëve dhe 20% do ta mbajë bashkia për plazh publik. Kjo
ky indeks ndarjesh është i vështirë në ato zona që ka shumë popullim, subjekte shumë. Qëllimi i kësaj është menaxhimi sa më i mirë i vijës bregdetare. Për ato zona që ka një popullim shumë të madh të operatorëve ekonomik, siç është për shembull Durrësi apo Velipoja, mbajtja e këtij koeficienti 20% është pak i vështirë, por gjithsesi atyre u kërkohet që të veprojnë kështu. Ka bashki të tjera që këto thonë na vjen edhe 100% publike sepse ne nuk është se kemi kërkesë për plazhin. Ka të tjera që kërkojnë tarisin, varet shumë nga kërkesat që kanë. Për këtë pjesën e 80% ku duhet të jetë privati, bashkisë janë vënë disa kritere se si duhet të ndërtojë një stacion plazhi. Një privat që e merr. Stacioni i plazhit ka një sipërfaqe që shkon nga 500 në 5000 metra, ka disa kushte që kanë të bëjnë me sigurinë e jetës, kanë të bëjnë edhe me konditat e stacionit plazhit, dhe ato duhet lidhin një kontratë, e cila duhet ketë një numër NIPT-i, dhe duhet jetë e menaxhueshme nga bashkia, por duhet të informoj këtë kontratë edhe Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, e cila duhet krijojë database-in e gjithë atyre që janë operator. A ka një çmim tavan mbi të cilin nuk mund të shkojë një është çmimi që rregullon bashkia vetë në këshillat administrativ të tyre, në këshillat bashkiake, tavan ose sepse ka një limit tarifash dhe taksash që miraton Ministria e Financave, brenda këtij limiti që të jep një segment taksash dhe tarifash, çdo këshill bashkiak vendos në përgjegjësinë e vet të plotë, dhe kjo është një tarif që aplikohet edhe në zonat e plazhit. Do të thënë, sjellja financiare e kësaj zone i takon bashkisë. Të ardhurat i merr bashkia dhe mund t'i ripërdori prapë dhe ajo për qëllimet e investimet në vijës bregdetare. Ne bëjmë mbikëqyrjen e kësaj. Si është gjendja e sigurisë në plazhe, kullat e vrojtimit, rojet bregdetare? Siguria në plazhe, do të thënë, ne kemi disa kulla vrojtimi, që kullat e vrojtimit kanë qenë edhe nga modelet e më përparshme, ose nga investimet që janë bërë më parë, ndërkohë disa nga këto kulla janë në gjendje funksionale, disa nuk janë. Ne po përpiqemi që të ndihmojmë me shtesa kullash edhe me sensibilizim bashkisë që duhet t'i vendosë, do të thënë ka kusht për t'ia kërkuar operatorëve privat të gjënë në kontratë, lidhur me ato që quhen lifeguards, ato që janë guidat bregdetare ose vëzhguesit bregdetar. Në fakt, para 2 vitesh, Agjencia Kombëtare e Bregdetit u mundsua nga një projekt dhe arriti të trenonte rreth 40 guida në Maltëzi, sepse ne nuk kemi një shkollë të trajnimit të guidave. Këto guida janë sot të vlefshme të punojnë dhe është, siç u thash, është detyrë bashkive tani ta marrin në punë. Ne i kemi ofruar atyre gjithë listën e personave të trenuar për këtë gjë. Dhe unë besoj që është një proces që po ndodh, domethënë se kam vënë re që ka shumë interesim për të kuptuar këtë listën e personave që janë të certifikuar për guid nga bashkitë, edhe që ka edhe një sensibilizim në rritje nga bashkitë të ndryshme. Për shembull, mund përmend bashkinë e Rogozhinës, e cila po bën një punë shumë të mirë për të rregulluar plazhin publik. Dhe do të jetë një nga ato ngjarje që me siguri duhet parë me shumë kujdes, siç ka bashkitë tjera që nuk kanë investuar aq shumë kohë në përmirësimin e plazhit publik. Kam ende probleme, por nuk dini se duhet ndalem kaq gjatë këto. Prishje ndërtimesh në kulmin e sezonit turistik, për shembull. Mund të evitohet, mund të shmanget kjo? Nëse ka impakt negativ në turizëm. Tani prishja e ndërtimeve në kulmin e sezonit turistik. Unë kam përshtypjen që nuk punon me sezonin, nuk punon gjithë vitin, sepse është një nga gjërat që e kam parë në job description që ka, në detyrat që ka i nuk jo, në përgjegjësitë që ka i nuk. Ajo që ka ndodhur me këtë zhvillimin urban dhe me rregullimin urban që po bëhet në Shqipëri, në përgjithësi janë prishur baret dhe lokalet që janë në vit të parë, duke eliminuar mos parjen e detit. Ne kemi krijuar tani një distancë nga deti tek niveli i parë i shërbimit apo i akomodimit. Dhe i ka shërbyer në një lloj mënyre më mirë menaxhimit të bregut. Për shembull, rasti i pedonales në Qeparov vjet, ishte një rast i cili akomodoi distancën që duhet mbante një biznes nga bregu i detit. Kjo po ndodh me disa plazhe të tjera, ndërkohë që unë personalisht mendoj që në momentin që prishet edhe intensiteti për ta pastruar zonën është më i lartë në periudhën turistike sesa jo. E kuptoj. Në raport me rajonin, në raport si jemi keq është perceptimi, sidomos edhe me Maqedoninë që nuk ka vijë bregdetare, nuk ka potencialin ton natyror dhe megjithatë ka kapacitet më të madh shtretërish, ka politika më favorizuese për operatorët turistik, Malizi gjithashtu, portin që ka investuar, hotelerin, një tjetër hotel që pritet hapet vitin e ardhshëm me kapacitet më i madhin mesdhe sipas statistikave. Ku jemi në raport me rajonin? Atëherë, duhet ta fillojmë pak e njihnim në turizmin si aktivitet ekonomik më parë se 90-ta.
ne kemi një ngjarje shumë të re aktivitetin turistik, industrinë e turizmit. Ne kemi qenë një vend i mbyllur, ndërkohë që Mali dhe Maqedonia nuk ka qenë. Nuk janë faktorë që mund t'i përmendë sot, po këto duhet do kohën e vet të krijohet kultura turistike, dhe nga ana tjetër kultura turistike është kulturë e sektorit privat, që është shumë e rëndësishme dhe kjo për të theksuar. Ndërkohë që po ta shikojmë se sa përpara ka bërë Shqipëria, të flasim nga 2000, sepse filloi të vinte turisti në Shqipëri mbas situatës ajo që ne e quajtëm si paqëndrueshmëria civile në Kosovë dhe në Ballkan, filluan të vinin në Shqipëri mbas kësaj periudhe. Domethënë neve kemi rreth 15 vjet që jemi në industrinë e turizmit, nuk jemi më parë se sa 15 vjet. Ndërkohë që vendet e tjera kishin shumë më shumë kohë. Unë mendoj që personalisht mendoj që ne kemi përmirësuar shumë industrinë e turizmit në vendin tonë, duke parë gjithë këto përpjekje që bëhen, dhe kjo është fal iniciativave private që kanë marrë njerëzit, por gjithashtu fal edhe aftësisë që patën disa individ për të emigruar dhe për të cilë know-how në Shqipëri. Tani, a jemi ne më mirë se sa vendet e rajonit? Ne konkurrojmë me vendet e rajonit, po ajo që kemi bërë tani aktualisht është që nëpërmjet shoqatave ndërkombëtare jemi përpjekur që Shqipërinë ta fusim në paketa rajonale. Për shembull, ka një lloj turizmi që është turizmi aventurës, është një shoqat me qendër në Amerikë, ku edhe agjencia jonë kombëtare e Britetit mori pjesë në takimin që u bë në maj në Hor, dhe ne vim atje me paketa duke ofruar pjesë, ofrojmë pjesë të paketës turistike rajonale dhe ne si Shqipëri. Po gjithashtu kemi shansin e madh që për pjesën e Alpeve të kemi atë vijën e Alpeve, ku turistët bëjnë të ecjen në mal dhe hynë në Shqipëri, në Malë të Zi dhe në Kosovë, dhe Shqipëria merr pjesë me paketën e vet, dhe disa herë mbase mund ta keni dëgjuar që në zonën ku lëvizin këto turist, kemi ndërtuar edhe një qendër shëndetësore, sepse pickimi nga gjarpri apo nga insekte të ndryshme që janë pa njohura është për shkak të udhëtimit bëhet i rrezikshëm. Kështu i kemi dhënë vëmendje edhe kësaj. Me rajonin jemi duke komunikuar. Do arrijmë ne të bëjmë gjëra më shpejt se rajoni, lidhet shumë me incentiva që do t'i japim. Ata kapim pak në rajonin, se është përpara ne, si në filozofi, si në implementim. Në filozofi nuk e besoj se jemi shumë afër, domethënë në filozofi, për treguesit që ato kanë janë më përpara se kanë këtë historik, neve duhet të bumim. Dhe ndërkohë shpejtësia për të bumur është në këto vite që ka ndryshuar gjeopolitika, do bëhemi të zot, ta kapim të gjë shpejt. Unë shpresoj po me gjithë këto aktivitete që janë ndërmarrë, sepse fakti që Shqipëria është ndarë në 4 rajone, ju e keni dëgjuar, 4 rajone të mëdha, ajo që po vjen si gjë e rëndësishme është që rajonet duhet kenë produkte turistike të integruara. Çdo rajon. Jugu ka një gjë dhe për jugun po jepet shumë vëmendje. Gjitha projektet që po vinë tani janë drejtuar jug. Për shembull, Kooperacioni Italian ka 2 projekte në jug. Banka Botërore ka 1 projekt të madh në jug. Për 3-4 vjet jugu do ketë një ndryshim total. Mbas jugut ne kemi zonën e cila është një zonë bujqësore e Shqipërisë. Çfarë do lëvizi atje? Çfarë lloj turizmi do bëjmë atje? Ne atje kemi fushë dhe mund të përdorim shumë mirë biodiversitetin, sepse kemi shpend, kemi bim që nuk ekzistojnë në vendet e tjera të Ballkanit. Dhe nëse mund të sjell një informacion është që në botë sot 18 bim vinë nga Ballkani, që janë bim që eksportojnë nga Ballkani drejt botës, bim meteorovajore apo bim mjekësore. Në Shqipëri kemi si mundsi, ne bëjmë, ne nuk bëjmë 18, ne bëjmë 230 lloje. Dhe është një pasuri e jashtëzakonshme që ne duhet ta shesim këtë pasuri. Dhe për këtë po përpiqemi të krijojmë një paketë tjetër, paketën e lëvizjes midis biodiversitetit që sjell Shqipëria, si të shpendëve ashtu edhe të bimëve. Për zonën që vjen pak më sipër, zona ku bën pjesë thethi, këtu edhe për këtu po punohet shumë fort për bërë edhe këtu një paketë të integruar. Dhe zona e veriut, duhet kemi parasysh një fakt tjetër, që zona e veriut kërkon të mendohet për një turizëm të informuar tjetër, për cilin në këtë moment unë them që ky program qeverisës nuk është gati për të menduar turizmin malor, në kuptimin e resorteve të skive, ku ne kemi bërë. Ne po mendojmë shumë fort për pjesën e jugut që të promovojmë këtë aset që është uji. Po mendoni për resorte në jug të vendit? Po mendohet për resorte në jug të vendit, dhe tani me kapacitete? Dhe tani janë bërë me kapacitete të mëdha, domethënë të kenë më shumë se 500 shtretër, më shumë se 1000 shtretër, që të kenë mundësi të... A ka interes për këtë dhe si zgjidhur problemet me pronësinë? Ka interes për këtë ka shumë kompani kanë shfaqur interes, disa prej tyre kanë shkuar dhe në Këshillin e Investimeve dhe janë duke u trajtuar. Dhe dua t'ju them diçka që interesi u rrit momentin kur neve bëm një hap përpara, që ishte hapi
heqjes së ekskluzivitetit të aeroportit të Rinasit. Fakti që do ketë një aeroport në jug është bërë shumë joshës për shumë kompani që të kenë mundësi të ofrojnë shërbime turistike në jug të Shqipërisë. Lidhur me aksesin në tokë, që duhet kenë ata, zyra ZRPP-ja po merret shumë fort me caktimin e njollës dhe caktimin e gjurmës së pronarëve të jugut. Ka toka që janë publike, ka toka që janë toka private, dhe ju e dini që ne kemi hartuar një ligj të investime strategjike që zgjidhja midis pronarit edhe investitorit është një zgjidhje që bëhet si pas gjithë akteve ligjore që ka Shqipëria midis dy individëve, dhe aksesi në tokë është një gjë që lehtësohet nga qeveria për gjitha procedurat. Që kështu edhe kjo në kuptimin kur është do ketë një limit të rezorteve që do lejohen ndërtojnë pavarësisht interesit që mund të ketë. Se dhe kapacitetet që do shoqërojnë pastaj këto rezorte besoj se do ketë një limit sepse ne do ketë një limit në kuptimin që do ketë një limit momenti, se ky është një gjë që do shkoj pa limit për disa kohë. Jo, vetëm frikë ime është që mos kalojmë nga kioskat, kalojmë te rezortet edhe do kthehet në një kaos edhe më i pa menaxhueshëm. Jo, nuk do të jetë kështu, sepse domethënë ajo që unë mund të nuk do jetë kështu, unë mund të garantoj me ato që ka ndodhur nga pikpamja ligjore dhe rregulluese. Këto gjë mund të garantoj. Fakti që ne kemi një plan rregullues të Bregdetit dhe fakti që kemi një ligj të investimit strategjik dhe kemi dhe një këshill të investimeve strategjike, ku nuk ulen vetëm ministra, po ulen dhe kryetar bashkish, ulen dhe përfaqësues shoqatash, ulen dhe drejtor agjencish, tregon që vendimi për të bërë një investim strategjik kalon në disa faza. Ky vendim është fal planit, por gjithashtu edhe fal iniciativës që mund të ketë vetë subjekti privat, domethënë approach është nga të dy anët. Vendimi merret në këshillin e investimeve strategjike, që kështu shikohet shumë mirë ky raporti, se sa duhet të jetë hapësira dhe se sa duhet të jetë zhvillimi. Dhe të gjitha instrumentat ligjore janë të ndërtuar tani, që kështu unë besoj do jetë diçka e rregulluar dhe besoj shumë fort që të na vinë investitor potencial serioz që të investojnë në Shqipëri. Keni menduar dhe për ta publicizuar, për të bërë reklam për Shqipërinë, ka buxhet për këtë, ose çfarë approachi, çfarë qasje keni ndaj saj? Ne kemi një qasje të dy formave. Para që jemi prezent ndërkombëtarisht dhe dyta që ndërkombëtarët të thrasim në Shqipëri. Gjatë këtij viti janë bërë ato që quhen Fam Tour, dhe Fam Touri do të thotë që një grup gazetarësh që vinë nga i vendi caktuar, për shembull Gjermania, Izraeli, Greqia, Italia, deri tani kanë ardhur, edhe ca gazetar rus, vinë edhe së bashku me agjencinë tonë kombëtare të turizmit, fillojnë dhe bëjnë lëvizjen e tyre nëpër Shqipëri, për të shkruar artikuj kur ato kthehen mbrapsht në vendin e vet, lidhur me turizmin shqiptar. Kjo është një gjë e rëndësishme. Dyta e rëndësishme që ne kemi bërë është që ka disa panajire ku ne shkojmë dhe shfaqim disa video, për cilën kishim vërejtje profesuesit e shoqërisë civile. Se shfaqim disa video dhe përfundon këtu. Unë kam përshtypjen që nuk përfundoj këtu, për shembull, ITB-ja e Berlinit nuk përfundoi aty. Ne kemi pasur një panajir në Berlin këtë vit në mars, që ishte një panajir shumë serioz. Dhe fal prezencës serioze që u bë në Berlin këtë vit, në arritëm të negocionim që të ishim partner country në panajirin që do bëhet në Stuttgart në janar të vitit që vjen. Do të thënë, nuk ma do mendja që ngeli aty, u bë dhe një hap më përpara, dhe këto janë fakte se ka ndodhur lidhja e kontratës. Dhe kur je një vend partner në panajir, do të thotë që ti ke hapësirën qendrore dhe rreth teje zhvillohet panajiri. Ku do i bëni pushimet? Unë në Qeparo. I keni prenotuar? Unë kam Qeparon që bëj prej shumë vitesh, e kam kjo shumë personale, po që... Dhe nuk ka të bëj vetëm me fakt që jeni ministri atë? Jo, fare, është uji dhe deti dhe yjet janë aq të bukura atje sa që... Shpresoj shumë që pozitivizmi juaj ndaj qasjes që keni ndaj turizmit të ndikoj pak edhe tek qytetarët që do zgjedhin Shqipërinë për të bërë turizëm dhe këto problemet marrin zgjidhje. Se jo që këtë sezon. Faleminderit shumë, edhe unë besoj shumë që të jemi më mirë këtë sezon, shumë më mirë. Faleminderit që ishit në studio, faleminderit ju për vëmendjen. Do t'ju thoja pushimet mbara, po më parë gjeni destinacionin dhe pastaj shpresoj të arktoheni edhe në Shqipëri. Mirupafshim.